Krishtlindja është ngjarja më e madhe që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Ajo karrika aty thotë është për Zotin. Ne nuk e shikojmë, thotë, nuk mund ta prekim, por e dim që ai vjen gjithmonë. Edhe sot është një ditë shumë e veçantë se ne kujtojmë ditëlindjen e ardhjes së tij në botë. Me Blushin kemi pas debate për këtë çështje se Blushi vjen si ateist, unë si ateist dhe i kam thënë, po ju thoni që në fillim ishte asgjë. Apo jo. Dhe asgjëja shpërtheu. Sa racionale është kjo? Ke dhe burra të cilët punojnë dhe nuk u pagohen orët e tyre shtesë. Pse nuk flet njëri për këta burra? Tani unë si bab nuk do lejoja kërkënd që të përpiqej t'i vishte fustan djalit tim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se ju gjejmë në makinat tuaja, në laptopët tuaj, në telefonët tuaj, edhe në këtë të mërkur, ku ne bëhemi bashk në prag Krishtlindjes. Dhe di cila është pjesa më e bukur e gon, që nuk ka rëndësi çfarë feste është, nuk ka rëndësi cila është feja që ti i përket apo besimi që ke zgjedhur. Kur ka fest, ne gjithë jemi së bashku dhe shohim si një mundësi për të bashkuar të gjithë familjen edhe për të dhënë më shumë dashuri dhe për të pasur atë harmoninë që her pas here nga ritmi i shpejt i jetës edhe na mungon. Së pari përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë Viola, përshëndetje të dashur miq, edhe jemi në prag të Krishtlindjeve sot. Është e vërtet Viola që se çkan një ngrohtësi festat e fundvitit, Krishtlindja dhe viti i ri, një ngrohtësi që na bën të gjithëve të ndihemi mirë, ngrohtë, po themi, po edhe të reflektojmë nga një çika. Edhe të reflektojmë dhe kjo është më e rëndësishme, besoj. Dhe do të reflektojmë. Reflektimin nuk e bëjmë dot vetëm. Jo, sigurisht. Dhe do reflektojmë goxha sot kam përshtypjen si në nivelin e ditës, pra të vigjiljes Krishtlindjeve, të festave, po edhe në nivelin e shoqërisë, edhe pse jo edhe në nivelin e politikës, do të reflektojmë sepse kemi një personazh të veçantë sot, po ta lë ty që ta prezantosh me shumë kënaqësi. Pastor Akil Pano, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Falenderoj për mundësinë të ftesën, është kënaqësi e veçantë për mua që të jem mes jush në një ditë krejt veçantë, është vigjilja e Krishtlindjes data 24. Një festë që nuk festohet vetëm në Shqipëri, por në pjesën më të madhe të botës. Edhe të gjithë presin me shumë entuziazëm. Për ju, pastor, kanë ndryshim nga një Krishtlindje në tjetrën? Pra atmosfera, siç diskutohet shpesh, që ndryshon, në një moment mund ta ndjesh pak më të vakët apo është njëjtë e ngrohtë për ju? Pyetja juaj më herë më hodhi në idenë e diçka akoma më thellë, po mbas është fillimi dhe nuk meriton që të hym direkt në thella. Natyrisht që ndryshon, sepse të gjithë ne ndryshojmë në sensin e faktit që kalon koha, kalon shpejt koha. Unë po mendoja para se të vija këtu, është kjo Krishtlindje është Krishtlindja ime e 30 si pastor. Pra 30 vite të një pune pastorale, shërbes pastorale mes njerëzve, pra kam filluar në 95-ën si pastor. Në fillim në Shkodër, 5 vite. Që nga vigjili, që nga kështu është jubilar. Okay, po 30 vjet. Po pas kemi se debra. Urime. 30 Krishtlindje për mua. Dhe shoh veten fatlum. E shoh veten të privilegjuar, natyrisht nuk jam më djali i 30 viteve më parë, se kanë kalu kaq shumë histori, kaq shumë gjëra, ngjarje. Në 95 deri në 2000 un kam qenë në Shkodër me familjen time, ikëm nga Tirana në 95-ën, vajza ishte vetëm 4 muajsh në atko. Sot vajza jon ka 2 beba, ka një djalë 4 vjeç dhe një gocë voçkël 2 muajsh. Ti ket me je. Faleminderit. Po dua të them që çdo vit Krishtlindja vjen tek njerëzit, vjen tek familjet. Sikundër çdo ditë ne meritojmë që të jetojmë një jetë e cila na përball me sfida, na përball me betejë, na përball me momente që kemi nevojë të shohim së brendshmi, pra të bëjmë analizë të vetes, të jetës, të ngjarjeve, të fenomeneve që na mbështjellin, por edhe së jashtmi. Ja vërtet. Po kjo Krishtlindje për mua është shumë e veçantë sepse po t'i heqim 30 vite. Po t'i heqim po themi dritat, ngjyrat, këtë atmosferën festive. Çfarë ngelet nga Krishtlindja për pastor Akil Panon? Edhe për njeriu Akil Pano kjo. Thelbi gjithnjë do të mbetet, me që ishim këtë dritat. Po shikoj dritat e zbukurimit, dekorit të Tiranës, s'kam dali pa pan. Pse? Këtë vit. Pse? E kanë komentuar shumë, kam parë edhe unë shumë reagime, po. Në fakt unë bëra një 2 foto vetë, natën.
s'kan dalë shumë mirë, thash do bëj një postim. Mirë, po bën portalet e tjera postim dhe unë sumora me ato. Okej. Ka pasur shumë reagim. Po Ka aty nuk element të Krishtlindjes? Nuk gjem asnjë element Krishtlindjes përveç dritave, po nuk ka as pemë, nuk ka as Pem, po është ajo pema atje në një qendër. Po flas për bulevardin. Për bulevardin, për ato për ndriçime bulevardin, që po. duken si ADN duken Nena fiks. duket sikur ka një ndryrje të thellë Okej. në kodin gjenetik, kulturor të asaj që ne njohim si traditë, si kulturë, si familje. Pra nuk ka asgjë prej Krishtlindje në thelb. Pra nuk pash në një drer, si drerët që keni ju këtu. Po. Dhe pemët me këto pakot, me Ne këto edhe Egoni e kemi veshur me bluzë. bluzën me jeshile që është ngjyra e jetës, ngjyra e Krishtlindjes, e kuqja gjithashtu, ngjyra e jetës që vjen nuk është një qytet. Pra për ne që besojmë, natyrisht që nuk kishte asnjë gjë aty për Krishtlindjen, në të kundërt, na u duk më shumë ngjyra LGBT plus E fillove me një herë. Mendoni që ka qenë e qëllimshme mënyra se si është dekoruar bulevardi? Nuk dua ta Të hapim tema. nuk dua të ngrej një pandem mbi këtë çështje pasi jemi në vigjilje të Krishtlindjes. Po edhe mund të ketë qenë e qëllimshme, sikundër në Bashkinë e Tiranës kemi pas edhe martesa, tash i quajtura martesa të grave brenda një zgjini mes tyre. Kemi pas edhe sponsorizime dhe mbështetje të aktiviteteve të transgjenerizmit mbi tash i quajtura klube artistike apo grupe që kanë nga Franca, por që kanë pas shfaqje transgjenerizmi në kodrat e liçenit artificial Tiranës, ku ftuan ngjarje e bujshme, thirrën fëmijët që shkonin bashkë me prindrit atje. Surprizë e madhe, ngjarje e bujshme doli kjo histori. Natyrisht që kemi një plan masash 2022-2027 të ku natyrisht dhe Bashkia e Tiranë ka rolin e vet në raport me idenë e ekspansionit të këtyre ngjyrave, këtyre ngjyrimeve çdo vit për hir vërtetës. Bashkia është ngjyros me ylberin e këtyre ngjyrave, por që për Krishtlindje nuk është shenja e paqes ajo, se kam përshtypjen që i ngatrojmë këtë flamurin e LGBT-s me flamurin e paqes, vetëm që të jemi korrekt. Ne nuk e ngatrojmë. Okej, në rregull. Domethënë, çfarë ndodh është kjo? Që ylberi që ne shikojmë në qiell vjen kulturën tonë si një element paqeje, edhe si një element i një fillimi të ri, pas përmbytjes Noeut. Pra kemi momentin kur Noeu përfundon përmbytja, Zoti i tregon ylberin dhe i thot: "Kjo është një beslidhjes time me ty dhe bota nuk do të përmbytet më kurrë ndonjëherë për të shfarrosur raca njerëzore." Dhe nga ky moment ylberi përkufizon këtë dimension paqe, dimensionin e një rifillimi të ri. Pastaj këto grupet nga disa dekada më parë morën këtë simbol të mirë pranuar botërisht, një simbol më falni që vjen nga religioni, dhe i veshën një kostum të krejt të ri të një fillimi tjetër siç e imagjinojnë ata. U çudita një para pak vitesh kur kam qenë në Itali dhe e pash këtë simbol brenda një kishe katolike, prapë në krah të altarit. Dhe u ngela i çuditur dhe dikush aty që e pyeta më tha është simboli i paqes, sa nuk ka lidhje me këtë që po mendon. Dhe prandaj thash po fiks. Por zakonisht mund sjell këtë ngatrimin që ndodh natyrshëm te dikush mbase nuk ka informacionin. Edhe keq interpretimi është nëse natyrshëm të ndodh. Por si do të ishte, a nuk do të ishte Krishtlindja pa dritat? Absolutisht do të ishte, sepse për njeriu që beson. Krishtlindja nuk janë dritat e metropolit, nuk ka lidhje me dhuratat që ne këmbejmë mes nesh me njëri tjetrin, por ka lidhje me mesazhin dhe ka lidhje me një person që fatkeqësisht në kulturën e postmodernitetit nuk festohet personi që ka ditëlindjen, po festohen dhuratat që në një farë mënyrë ne japim dhe i bëjmë njëri tjetrit. Dhe deri diku është okay në fund ditës, sepse gjithë kemi nevojë që një ditë në vit apo një javë në vit të kemi një moment gëzimi apo një moment reflektimi. Por kur u kthye nga materializmi, se këtë do doja të kuptoni. Pra nga kryesisht në postmodernitet, këndvështrimi ka shkuar drejt botës materiale, jo e orientuar nga bota klerikale dhe nga kisha, sepse kisha, komuniteti kristian në botë, natyrisht e nis ngjarjen duke filluar para përgatitjet me atë që ne njohim kulturën e kalendarin kristian si Advent, pra janë 4 të diela para Krishtlindjes dhe në këto 4 të diela dhe javët pasardhëse të dielave, besimtarët përgatiten nëpërmjet të kreshmes, agjerimeve, lutjeve, kisha është e hapur çdo mëngjes për lutje. Besimtarët inkurajohen që të ndajnë të mirat e tyre materiale, kohën e tyre
me njerëzit të cilët janë vetëm, me komunitete njerëzve që janë nevojë, dhe këtë ne kemi nisur pra 4 javë më parë. 4 javë të cilat kulmojnë me vigjiljen që është sot, dhe natyrisht shërbesat fetare që ndodhin nesër me adhurimin, lutjet, mesazhet që përcillen për komunitetin e besimit dhe jo vetëm, edhe për komunitetin që i përket shoqërisë ku kisha natyrisht është atje. Interesante. Meqense the që njerëzit duhet ndihmojnë njëri tjetrin në këtë ditë, po besoj jo vetëm në këtë ditë. Çdo ditë. Po kjo është një rikujtesë që kjo është një ditë që na kujton jo vetëm ato dritat e shëmtuara sipas teje, po edhe që në këtë vend Jo, mendoj që drita nuk bëhet kurse si është shëmtuar. Ju referova pastorit. Faleminderit që e cilësova që sipas meje, sepse në fund ditës çdo person mban përgjegjësi për gjë që thotë. Por për të kujtuar që ky vend ka edhe shumë të varfër, ka edhe shumë të pamundur, ka edhe shumë njerëz në nevojë të thellë ekonomike, me probleme shëndetësore e tjerë. A është kjo një ditë që ne duhet të reflektojmë edhe të përpiqemi edhe si politik që të bëjmë më shumë për këtë vend? Kjo duket si një gjë e zakonshme, por në fakt nuk është. Komuniteti krishterë ka një muaj, që është muaji i Krishtlindjes, është muaji që niset si kundër ju thash me 4 diellat përpara Krishtlindjes, janë 4 të diellat e Adventit, të cilat presupozojnë një analizë të thellë të jetës, në dimensionin personal, por edhe familjar. Dhe gjitha kjo portretizon idenë që duhet jetoj me qëllim jo vetëm këto 4 javë, por me qëllim përgjatë 365 apo 66 ditëve të vitit, për ta bërë jetën dhe botën më të mirë për të jetuar, për vete, për fëmijët tanë dhe për shoqërinë njerëzore që na rrethon. Për të dhënë kuptim ekzistencës. Për të dhënë kuptim ekzistencës tonë. Krishtlindja, sepse do doja që përpara se të mbrinnim ke dimensioni i prekjes së mesazhit Krishtlindjes për politikën, për shoqërinë njerëzore, mbase është e rëndësishme për pas një moment shumë shkurtër ndoshta për të treguar që Krishtlindja është një ngjarje vërtet. Nuk është një ngjarje që lidhet me një mit, me një histori të treguar apo me diçka që i është interesuar në vijim të udhëtimit vet kishës krishterë që të krijojë, sepse ngjarjet janë gur kilometrik në dimensionin shpirtëror të një komuniteti besimi. Është fjala për një ngjarje vërtet. Historianët botërisht, po flas për historian ateist, po flas për pjesën laike të shoqërisë njerëzore, kanë pranuar idenë e Krishtit si një person që historik jetoi, po Jezusi historik. Po. Madje një nga ungjilltarët janë 4 ungjim, Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Luka, i cili ishte historian dhe mjek në atë kohë, nis rrëfimin e tij duke mbledhur të dhëna historike dhe në fillim të rrëfimit që në kapitullin e parë ai thotë që ngjarja ndodhi kështu, thotë, ishte Cezar Augusti, perandori i Romës, i cili shpalli një dekret perandorak për regjistrimin e popullsisë në të gjithë perandorinë e Romës. Dhe kjo ngjarja lindja e Jezusit Nazaretit nëpërmjet Marisë, ndodhi thot në kohën kur Kuirini ishte guvernator i Sirisë. Pra kemi 2 personalitete botërore që një histori. Janë personazhe historike, Augusti dhe Kuirini, si guvernatori i Sirisë. Dhe këtu neve kemi mundësinë që të bëjmë matjen e kohës. Dhe përveç kësaj, dekreti perandorak, shpallja e dekretit perandorak është një ngjarje historike. Ka dokument për këtë gjë. Absolutisht po. Pjesa tjetër pastaj janë momente të cilat neve i shikojmë shumë qartë që na vinë jo vetëm përmes ungjilltarëve, por edhe përmes dorëshkrimeve të tjera që na vinë nga historianë të caktuar. Tertuliani ishte një nga historianët e tjerë, i cili jo thjesht dakordson, por hedh edhe ai dritë mbi ngjarjen e Krishtlindjes. Një çift, Jozefi dhe Maria, nisin udhëtimin e tyre për të shkuar dhe për të bërë regjistrimin tek vendi i të parëve të tyre, nga qyteti me emrin Nazaret, ku Maria dhe Jozefi jetonin, në një vend me një krahinë malore që njihet si Betlehem i krahinës së Judes. Pak a shumë Kruja, një krahinë malore, Betlehemi, një qytet zëvoçkël si Kruja. Mirë, po për shkak të regjistrimit të popullsisë, nuk ishte vetëm Jozefi dhe Maria që ishin kishte shumë radh, po. Ishte shumë njerëz dhe bujtinat, hotelet, hostelet dhe shtëpitë ishin gjitha plotë për plot. Dhe pikërisht ky është momenti ku çifti kërkon të gjejë një stre, të gjejë një vend për të fjetur, për të strehuar atë mbrëmje, sepse dhimbjet e lindjes kishin mbritur në trupin e Marisë për të lindur fëmijën me emrin Jezus, i cili do të ndryshonte historinë e botës. Edhe kalendari që ne aktualisht kemi. Nëse ne në kulturën
ateiste të imponuar nga komunizmi për gjatë viteve 45 ose 46, 91, e matëm epokat i masnim me para erëson dhe pas erëson. Kalendari njëhet para Krishtit dhe pas Krishtit. Janë dy beslidhet. Pra me lindjen e Krishtit kemi gjithashtu dhe piknisjen e erës së re, epokës së re. Epoka pas Krishtit, epokë në cilën e jetojmë. Dhe pikërisht kjo që ndodhi në krajinën e Betlehemit të Judes, krajinën e Judes, do të ndryshonte historinë e botës. Dietarët nga lindja, që është fjala për dietar që vinin nga lindja e largët muaj më parë, ndërsa hetonin yjet në qiell, kishin hetuar një yll shumë të veçantë, shumë të madh nga përmasat, dhe nisin udhëtimin e tyre në kërkim të yllit, sepse sipas profecive, ati ku ylli do të ndalonte, do të lindte dhe Mesia i shumë pritur, i cili do të njihet si shpëtimtari i botës. Natyrisht ai nisin udhëtimin e tyre disa muaj më parë, derisa mbrin, ylli pra i drejton të mbrin në vendin që ne njohim si vend ku ata gjejnë Marinë dhe Jozefin pasi Jezusi kishte lindur. Ndërkohë, barinjt në kodrat e Betlehemit, pikërisht në kohë reale, marrin një zbulesë jashtëzakonshme prej ëngjëve, pra kjo është tradita kristiane, ky është ungjilli i Lukës. Dhe ëngjëjt u thon barinjve mos u trëmni, ne po ndajmë një lajm të gëzueshëm, sot në qytetin e Davidit, po lind për ju një shpëtimtar që është Krishti, Zoti. Dhe ata shikojnë morinë e ëngjëve që zbresin dhe ngjiten, pra zbresin nga qielli dhe ngjiten qiell duke i dhënë lavde Perëndis. Dhe nga aty barinjt zbresin në Betlehem nga kodrat për të gjetur pikërisht të vërtet ose jo, këtë që engjëjt u kishin thënë atyre. Dhe e gjejnë. Dhe shkojnë në Grazh, sepse Grazhi ishte hauri. Po. Vendi ku zakonisht njerëzit mbanin baktitë e tyre. Sepse nuk ishte vend në një hotel. Dhe pikërisht kjo është një nga pjesët më mahnitse të mesazhit të ungjillit. Çdo ëndra e çdo nënë është që të shikoj foshnjën e vet që një ditë bëhet mbret apo jo. Mirë, po kemi një rast sui generis, krejt unik, dhe rasti është pikërisht ky, është hera e parë që një mbret i vërtet. Bibla na zbulon Jezusin e Nazaretit si krijuesi i botës, bërësi i botëve. Vjen pra lëmbret rinqellore për të bërë njeri, për të bërë shërptor, mati për të marrë vdekjen e një skllavi mbi kryq. Madhështia e ngjarjes zbulohet pikërisht në thjeshtësinë e saj. Dikush vite më parë më bën pyetjen, thotë pastor, po ç'ne në një grazh dhe jo i lindur në një pallat mbretëror, i denj për staturën e tij. Është mbreti, është Krishti mbreti. I them mbase lindi pikërisht në vendin ku qingjat kanë zakon të lindin, në një grazh. 30 vite më vonë, John Pakzori, i quajtur nga Krishti profeti më i madh i gjitha kohërave, kur shikon Jezusin që vjen të pagzohet për tij në lumin e Jordan, bën këtë deklaratë. Ai thotë, ja qingji i Perëndis që do të heqë tutje mëkatin e botës. Kjo është sinteza lidhëse. Pra, një mbret që vjen të lind si një qingj, sepse ai e di që 33 vite më vonë, pas lindjes, do të bëhet kurban, një lloj si një qingj. Dhe vetëm gjaku i tij, zbulon Bibla, ka fuqi të pastrojë mëkatin. Mëkatin fillestar ose mëkatin universal të njerëzit dhe mëkatin shkaksor që lidhet me raportet bëj mos bëj, veprimet mos veprimet në jetën tonë. Po si lidhet kjo tani, si vjen kjo tek aktualiteti ynë me kaq shumë probleme dhe me kaq shumë mëkate? Vjen me të njëjtën, unë në thelb këtë ngjarje kam analizuar përgjatë tyre 30 viteve në detaje, edhe me kuriozitetin e një lexuesi thjesht, por edhe me kuriozitetin e një studiuesi, por edhe me kuriozitetin e një filozofi. Unë jam ke për shkollimin, po. Jap mësim në universitet. Dhe po ta shikosh, bota njerëzore ka ndryshuar në shumë çka në raport me idenë e zhvillimeve shkencore. Pra, aktualisht, nëse neve do bënim këtë bisedën tonë 2000 vjet më parë, natën që Jezusi do të vinte në botën tonë, pra në 24 dhjetor të ngjashëm, atëherë nuk do kishim këto mikrofona, nuk do kishim këto tryezë, nuk do kishim këto drita, nuk do kishim këto veshje, nuk do kishim këto tableta dhe telefona celulare. Do ishim duke ndarë ato copën e bukës. Natyrisht po. Por do të diskutonim të njëjtat halle. Pra, nëse ne tani do të
zhvendosim apo do të raportojmë problematikat tona sociokulturore, politike dhe shoqërore që Shqipëria e vitit 2025 ka me Izraelin e 2025 viteve më parë, Izraeli ishte i pushtuar. Ka shumë njerëz që vijojnë, ka shumë njerëz që mendojnë që Shqipëria është e pushtuar. Unë jam një nga ata që mendoj që Shqipëria është e pushtuar. Okej. Pasi do e trajtojmë çik më vonë këtë. Po e lëm mister nga kush? E lëm mister. Besoj që është e interpretueshme. Po. Jo, mund ta cilësosh, është mendimi im. Okej. Pra, kishte njerëz varfër atëherë, ka njerëz sigurisht shumë varfër sot. Kishte njerëz që me shumë mundësi, kishte padrejtësi politike atëherë, padrejtësi shoqërore, me shumë mundësi në spitalet e kohës liheshin të smurët me kancer, sikur lihen sot, të pamjekuar tek onkologjiku, edhe në kohën e 20 shekujve më parë. Me shumë mundësi zhgënjimi i madh që ne përjetojmë me fen sot aktualisht. Ishte një zhgënjim që hebrejt përjetonin me klasën e tyre klerikale të kohës. Problemet ekonomike të shumë familjeve, të ngjashme me problemet ekonomike sot. Po përtej kësaj, pyetjet më të mëdha të njerëzit mbeten po ato. Këto 20 shekuj nuk kanë ndryshuar pyetjet tona. Pra kush jam, nga vi, ku shkoj? Dhe pyetja më e madhe e përballshme, çdo qenie njerëzore është pse ekzistoj. Po arrin dot njeriu t'i jap përgjigje kësaj pyetje. Na ndodh të gjithë. Unë jam e bindur edhe Goni duhet ja ketë bërë vetë. Po ju them. Edhe unë se unë jam edhe cik natyrë, kështu që mendoj më shumë se ç'duhet ndonjëherë dhe fillon këto krizat ekzistenciale dhe e pyes kaq shpesh veten, pse jam këtu? Si erdha? Pse erdha? Cili është misioni, qëllimi im? Pra çfarë unë po ju them është pikërisht kjo që në këtë dimension të metafizikës, në dimensionin e njeriut që kërkon të njoh veten, njeriu që kërkon të jap zgjidhje fenomeneve munduese në shoqërinë e tij. Bota vjen tjetër po ajo. Njerëzit vijojnë të vdesin. Natyrisht kemi arritur të përmirësojmë jetën deri diku për të zgjatur jetën e njerëzit, nëse në të shkurën e largët njerëzit jetonin 50 apo 60 vjeç, apo vdisin akoma më herët, sot njerëzit jetojnë 90 vjeç. Kam dëgjuar po bëhen përpjekje të mëdha në Kinë apo në Japoni që njerëzit shkojnë 230 vjeç të jetojnë. Por që në thelb neve mbetemi po ata, pra njeriu vjen të jetë ai problemsjellsi i madh dhe ajo qenie e papërsosur në këtë univers që përveç se e ka ndotur tokën në një shumësi dimensionesh, dimensioni moral. Përpara se të mbrim tek dimensioni i CO2-shit, i karbonit në hapësirë e tjera, dimensioni moral, dimensioni shpirtëror. Por flasim për dimensionin moral. Dhunë brenda familjes, pra një ndotje e skajshme. Njeriu kërkon gjej kurën, vjen të kërkoj gjej kurën. Ndërkohë, kura na vjen në thjeshtësinë e saj, në një mbrëmje si kjo, nëpërmjet këtij mesazhi, Zoti bëhet njeri. Krishterimi në dallim nga të gjitha fetë e tjera të organizuara, nuk i sjell njerëzve një plejad profetësh. Pra, ja ku janë profetët dhe këto janë mësimet, ju mund t'i dëgjoni dhe mund të zgjidhni t'i bindini apo jo këtyre mësimeve. Okej. Krishterimi në dallim nga të gjitha fetë e tjera që kanë profet, sjell në mënyrë krejt unike një shpëtimtar. Pra tek asnjë fe nuk gjen shpëtimtarin, përveç tek krishterimi. Pra Zoti merr një trup njerëzor, bëhet një njeri. Albert Camus ai famshëm ekzistencialist i famshëm thot, në dallim nga gjitha fetë e tjera, krishterimi thot pikërisht këtu e ka esencën e vet. Zoti bëhet njeri, madje vjen të vijë dhe të vuaj bashkë me ne që t'jap kuptim thelbit ton mundues që është vuajtja dhe dhimbja, se me të drejtë shumë njerëz të cilët janë duke u ndesh me këto pyetje ekzistenciale për cilat ne folëm, thonë po mirë më pastor, nëse ekziston aty diku larg në një hapësirë që ne nuk e imagjinojmë se si mund të jetë një Zot i mirë dhe i drejtë, atëherë pse ai e lën botën që të vuajë? Nëse është i mirë dhe është i gjithëpushtetshëm. E kam dëgjuar unë të bëhet kjo pyetje. Ose është i papushtetshëm ose s'ekziston. Jo, ose është i gjithëpushtetshëm dhe s'është i mirë, është i keq. Po, ose është i keq. Ose s'ekziston. Ose s'ekziston fare. Po, është edhe kjo tjetra. Po. Në krishterim, këto pyetje marrin përgjigje, pra Zoti është i gjithëpushtetshëm. Aq i gjithëpushtetshëm sa është një gjendje të zvoglohet deri në dimensionin e i racionales ton, sepse ne këtu nuk e arrim dot ta rrokim këtë të vërtetë të madhe metafizike nëpërmjet arsyes. Pra, në këtë thelb, si mundet e virgjëra të mbaset nga fryma e shenjtë? Po. Një nga kredot e mëdha që quhet kredo apostujve, nis kështu, thot: unë besoj në Perëndinë e gjithëpushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe tokës, dhe në Jezu Krishtin, birin e Tij të vetëm, Zotin ton, i cili u ngjiz nga fryma e shenjtë. Tani këtu
kemi të bëjmë me realitetin metafizik. Ne dim që duhet materiali gjenetik i një burri të bashkohet me vezën e gruaj që t'japi Fëmijën. Fëmijën. Një fetus po. Në këtë rast, kështu kanë lindur gjithë profetët. Të gjithë profetët, e çdo lloj feje. Materiali gjenetik i një burri bashkuar me vezën e një gruaje. Te Krishti kemi rastin sui generis unikal të papërsëritshëm në botë, që Zoti të vijë dhe të bëhet njeri, ai duhet të lindë natyrisht nga një enë njerëzore, por duke mos qenë i mbartur nga fara njerëzore, që është fara e burrit, pra nga materiali gjenetik i një burri, nëpërmjet frymës së shenjtë, që nuk është seks, nuk është marrëdhënie intime, Qartë. por është prania e Zotit në jetën e një personi, vetëm që ai të vi si një njeri në botën tonë. Platoni në filozofi ka është alegoria e shpellës. E di çfarë më pëlqen më shumë tek pastori se i ndërthur kaq bukur, mësimet e fesë me filozofinë. Unë po e dëgjoj, vetëm po e dëgjoj. Mos u ndal pastor. Jo, atëherë shiva, atëherë do i themi rregullave të podcastit. Unë të rigjem dhe bëjmë bashkëpunim. Jo, unë po thoya që më Platoni. Edhe Platoni te shpella. Shpella, alegoria e shpellës. Po, Njerëzit aty brenda kanë dhe zjarrin dhe shikojnë hijet e tyre të pasqyruar nëpërmjet flakës në muret e shpellës. Po. Me të gjitha përpjekjet e tyre, ata mendojnë që po dialogojnë, po mendojnë që po përpiqen të shpëtojnë, mirë po problemi i tyre që ngelin brenda në shpellën e pafuqisë tyre. E vetmja mënyrë thot Platoni që ata të dalin jashtë shpellës është që dikush nga jashtë shpellës të hyjë brenda në shpellën e tyre dhe t'i tregojë atyre rrugën për dalë jashtë. Sepse i gjithë dialogu që zhvillohet është dialogu i tyre me veten nëpërmjet hijeve që ata shikojnë aty dhe shikojnë vetëm veten dhe pafuqinë e tyre. Pikërisht ky është ungjilli. Nga jashtë shpellës së pafuqisë tonë. Por ata do ta vrasin atë që vjen nga jashtë shpellës. Absolutisht po. Po nuk është kjo dita, është për Pashkë ky muhabet. Nga jashtë shpellës së pafuqisë tonë. Po. Vjen ai, Po. i cili e zbulon veten tek Gjoni 14:6 para vrasjes në kryq. E thot unë jam udha e vërteta dhe jeta. Pra ai vjen për të na treguar rrugën për ta nxjerrë jashtë, jo vetëm për të na treguar që mund të ecni, sepse ne jemi të pafuqishëm për të ecur vet. Për këtë arsye kemi nevojë për një Krisht, edhe jo vetëm për Krishtinë, por çdo ditë në jetën tonë. Unë doja të të pyesja pastor, cila nga këto 30 krishtlindje të misionit tënd, apo ndoshta edhe më përpara, po them, është krishtlindja më e veçantë, me një histori përveç kësaj të këtij viti që është e 30. Kjo është jubilar, është 30 patjetër. Wow. Po jam shumë kurioz të Doja të them një herë. 2 krishtinë të veçantë. Okej. Një nga krishtinat e veçanta ka qenë kur kam qenë fëmijë. Po. Fëmijë këtu në Tiranë, madje ai gjatë kohës komunizmit besoj. po. Po. Dhe shtëpia jon ka qenë shumë pranë ambienteve që ne po bëjmë bisedën tani këtu. Po. Kujtoj që gjyshja ime Vasilika kishte shtru tavolinën, kishte bërë një kek veçantë, kishte bë maksimumin e vet, unë isha fëmijë. Po e shikoja, domethënë tavolinë ishte e zbukuruar dhe ishte ndër sinqeri. Po përveç kësaj, ishte diçka interesante. Ne ishim 6 pjesëtarë në familje, pra gjyshja, babai, mamaja, unë, mami, më falë edhe motra ime, pra 2 fëmijë. Mirë po ishin 7 karrige. Edhe 7 enë, edhe 7 pjata, 7 Të gjitha ato zbukurime, serviset e servise, tavolinës. po 7 servise. Se s'po vjen fjalë. I them nëna, i them, po e karrige pse s'vën aty? I dhe gjyshi, thoma i dhe më thot. Kili mu nga Greqishe se ne vim nga një, pra unë kam një në Tiranë dhe babaj më ka një në Tiranë, po vim nga një fshat minoritar. Jeni me origjinë minoritar. Po. Më thot kili im. Thot ajo karrige aty thot është për Zotin. Ne nuk e shikojmë thot, nuk mund ta prekim, por e dim që ai vjen gjithmonë. Edhe sot është një ditë shumë e veçantë se ne kujtojmë ditëlindjen e ardhjes tij në botë. Kjo histori ngeli si një histori. Dhe kjo për mua, për gjatë gjithë këtij udhëtimi më vonë, Ajo karriga bosh, po themi. ajo karriga bosh me pjatën që kishte ushqim. Edhe me, pra ishte ideja simbolikës për të kthyer në vetëdijen tonë si familje që edhe në kohët më të errta të historisë tonë, edhe në kohën e dimrit të vetmisë së madhe të shqiptarëve, ku Zoti ishte i refuzuar, kleri ishte i gjykuar, feja ishte e ndaluar. Në familjen tonë, neve kishim një hapësirë dhe një vend ku mirëprisnim Zotin. Po një sekondë, se ishte feja e ndaluar, nuk ishte rrezik i madh kjo që bënit ju? Absolutisht po. Ishte rrezik i madh. Pra kjo besoj është pas 67-s, patjetër. Patjetër. Ishte pas 67-s, ishte rrezik i madh, por ne porositeshim gjithmonë. Sa herë që gjyshim tregonte një ngjarje nga ungjit,
që kur dal jashtë dhe të luaj me shokët, mos e tregoj shokët. Mos ta tregosh shokëve këtë Sepse histori. na krijon probleme po. Si ka ndikuar pikërisht ky kjo ishte Krishtina e parë. ndalimi i fes, pastor, tek mënyra se si shqiptarët praktikojnë fen, mënyrën se si besojnë, se si e shohin. Përpara se të kalojmë tek Krishtlindja e dytë dhe ju kërkoj ndjes. Me që jemi te komunizmi, okay. Ishim tek ky diskutim. Ndalimi i fes, zakonisht njeriu gjëra që i ndalohen është i prirur t'i kërkojë me më forcë. Unë kujtoj vitin 90-91 kur u hap Shqipëria për besimin, për lirinë e fjalës, lirinë e ndërgjegjes, burgosurit dolën nga burgjet, kishte një uri të jashtëzakonshme, uri të madhe, uri për besimin në Zot, për Zotin, për ta njohur Zotin si është. Si është ky Zoti që na ka ndaluar ta besojmë, sepse u rrit një brez ose më saktë disa breza nga 67-a deri në 91-shin pa Zotin, pa besimin, pa ritualin, pa traditën, pa këto festat për cilat na tregojmë, pa mesazhin që marrim nga krishterimi. Mi imagjino domethënë se si do të ishte bota pa një mesazh të tipit: nëse dikush godet në një rënang, kthej anën tjetër. Bëj për tjerët atë që do doje që të tjerët të bënin për ty. Mbase dikush thotë që pastor për këtë sa reale është kjo në botën e praktikantëve të vërtet të besimit. A le ta diskutojmë këtë gjë. Por a do të ishte bota më e mirë pa Krishtin? A do të ishte bota më solidare me njerëzit në nevojë? A do të ishte bota më e lirë pa mesazhin e Ungjillit? Nuk kemi nevojë që ta pasurojmë me pyetje akoma më të tjera, pasi i kthehemi historisë së Shqipërisë. Si ishte Shqipëria dhe historia jonë gjatë periudhës ku marksizmi dhe komunizmi sunduan vendin? Si është historia e Koreanëve të Veriut, pikërisht tani, në Korenë e Veriut, ose kubanezëve në Kubë. Po ne jemi internacionalizuar këto vitet e fundit. Kështu që si jetoni shqiptarët në atë kohë? Kujtoj gjyshin tim. Mirë, okay, të replikoj, okay, që mos të ndërpres dhe pastaj do të replikoj. Mos të ndërpres, po. Kujtoj gjyshin që në orën 4:30 mëngjesit dilte i shkreti ose i bekuari. Dhe mbante radhën e qumshit për cjell 1 litër qumësh që ne të kishim gotë qumësh mëngjes. Tani mund të replikojmë sa duam. Megjithatë, unë mendoj, po jo vetëm unë, që bota greko-romake ishte shumë e mirë se sa mesjeta. Mesjeta e krishterë. Bota greko-romake e kujt shekulli? Pagane. E kujt shekulli? Po, se ditë është hajde kapim 1000 vjeta, 1500 vjeta ka zgjata ajo se nuk e di. Por po them, në pikun e saj ose në mesataren e saj po flasim. Besoj unë që ishte shumë e mirë se sa mesjeta e sunduar nga problemi është klerikalizmi, po them. Po, dakor, problemi është këtë besim. Jo për fajt të Krishtit. Jo për fajt të Krishtit. Jo për fajt të Krishtit. Jam dakord. E kuptoj. Këtë besim duhet ta mbështesësh në disa fakte. Pra disa fakte historike që duhet të sjellim këtu në tryezë për t'i analizuar. Pra të mungojnë faktet. Bota greko-romake ka pas luftra pafund, ka pas nënshtrim pafund, ashtu quajtura Pax Romana që njihet si e vetmja periudhë ku luftrat munguan ishte periudha e 200 viteve, shekulli i parë, shekulli i dytë pas Krishtit, pasi Jezusi lind për shkak të diktatit ligjit të Romës dhe ushtrimit të sundimit absolut të perandorisë së Romës, nuk ishte luftra në këto dy shekujt e parë, përveç disa kryengritjeve sporadike që kishte në momente të caktuara në histori. Por ne bëjmë një gabimi është ky. E kemi demonizuar dhe përbaltur kaq shumë mesjetën, edhe dini se kur është bërë çfarë periudhë është bërë përbaltja dhe demonizimi i mesjetës? Gjatë komunizmit. Jo. Është bërë kryesisht në të njëjtën periudhë që është bërë demonizimi i patriarkatit. Është bërë lufta që ju shpall patriarkatit veçanërisht në vitet 60 nëpërmjet revolucionit seksual, lëvizjes feministe, gjithë këtyre historive tjera, nevoja për lirinë e gruas, çlirimin e saj, por që lidhet me marksizmin, sepse në thelb Marksi ishte pikërisht filozofi i cili vjen me deklarimin që atë që profetët nuk ishin gjendje ta bënin, pra folën për një botë më të mirë, folën për një shoqëri më të mirë njerëzore, sollën premtime të cilat asnjëherë nuk erdhën në megjithëse kjo që un po them, ne do ta bëjmë, si do ta bëjmë nëpërmjet dhunës, nëpërmjet luftës. Pra, si quhet shteti shqiptar në atë kohë? Diktatura, shteti i diktaturës së proletariatit. Pra diktatur, për çfarë flet fjala diktatur? Diktatur. Flet për forcën e ligjit. Ç'do të thotë në këtë rast? Lufta e klasave dhe gjithë historia që lidhet me idenë e stabilizimit të një rendi të ri, lidhet me çfarë?
lidhe me rrëmbimin e lirisë. Lirisë së ndërgjegjes, lirisë së shprehjes, lirisë së mendimit, lirisë së fesë, sepse lufta ishte me fen. Feja mban në këmbë kë? Mban në këmbë patriarkatin, po mban në këmbë gjithashtu dhe monarkinë në perceptimin e sistemit udhëheqjes shteteve. Tani, nëse i kthehemi përmbysjes së madhe që ndodhi me revolucionin francez e këtej, prodhimi de facto që ndodhi në një përpjekje të skajshme për të ndërtuar shtetin, konkludoi në një përpjekje të jashtëzakonshme të shoqërisë njerëzore të kohës për të ndërtuar diçka të re, diçka nga e para, por duke rrëmbyer lirinë. Pra ajo që na ushit në si liri, në thelb ishte diktaturë. Okej. Nuk di po më kupton apo. Pra, kuptoj shumë mirë. çfarë ndodhi me nënat tona gjatë periudhës së komunizmit? Nëse nëna ishte figura më nderuar, patriarkja e familjes së shtëpisë, dhe ishte presupozuar të kujdesej për familjen, të edukonte fëmijët, të ndërtonte dimensionin socio-kulturor dhe shpirtëror brenda mikrokozmosit të saj që ishte familja e vet. Duke nxjerrë nënën nga shtëpia, që ta fuqizonim nënën, gruan, se gruaja ishte forca e madhe, pra kjo ishte parrulla, gruaja është forca e madhe. Gruaja u bë sklave e fabrikave, e uzinave, mamaja ime ndjer punonte me 2 turne në uzinë traktore në Kotën Verit. Dhe mua më rriti nëna gjyshja edhe gjyshi, po unë kisha fatin që kisha gjyshin dhe gjyshen, sepse pjesa më e madhe e shokëve dhe shoqeve të mia, ke kanatierja këtu, ke rriti kanatierës, ishte një Chelsea që vare i lidhur me spango. Sa shpesh e tregojnë këtë histori. Po nuk e dini këtë pjesë, nuk e dini këtë pjesë. Nuk e dini edhe s'keni faq që nuk e dini domethënë. Por unë isha i përkdhelur për shumë arsye, edhe për faktin që në familjen tonë nga babai dhe mamaja ime kishin lindur 3 djemë të tjerë që nuk jetuan. Unë isha i 4-ti që linda dhe i pari që jetova, dhe isha si ujtë e pakët në familje. Shenjë. Por fakti ishte ky, që kaq djemë e vajza që u rritën në rrugë. Natyrisht që shteti ishte shumë i fortë sa shteti sot. Nuk ishte fëmijë që vriteshin tek oborret e shkollës nga shokët e tyre me thik siç vriten sot. Dhe nuk ishte arsimtar të pandjeshëm, pra kishte shumë elemente pozitiv në atë kohë, se nuk do të demonizojmë dhe të shëmtojmë gjithçka. Kjo për më tepër shkolla ku ne po jetojmë edhe duhet. Pra mësuese që un kam pas kujdestare, që mëzysha fillore, oralite, që e ka pas shpinë këtu ke gastronome, ke rruga Dibrës, në një rrugic, apo zysh Dëshira Ziu, që ka një zyrë kujdestare 9 vjeçare, e 8 vjeçares në atë kohë, zysha biologjisë. Ato për ne ishin nëna. Ne i shikonim në sy dhe ato na shikonin në sy dhe na kuptonin më herë se ku çalonte historia, kupton? Dhe sot fatkeqësisht mësuesi nuk është më edukator, nuk edukon brezin. Për çfarë bën? Bën punën, po bën atë punën e vet, duke lexuar ato kurrikulat me zgjedhje apo pas zgjedhje, për cilat më flasim çik më vonë për. Po, do flasim patjetër, do i prekim edhe kurrikula. Jemi duke tuar në një bjerrje të thellë shoqërore dhe kulturore, por në thelb çfarë bëri marksizmi kulturor dhe marksizmi i stabilizuar nëpërmjet sistemit në Shqipëri? E nxori gruan jashtë shtëpisë me premtimin që do ta fuqizonte, dhe vërtet që patëm gra që u bën arsimtare, patëm gra që u bën inxhiniere. A nuk është e mirë kjo në fund të ditës? Ja t'ju them. Për ato të drejta që gratë në vende të tjera kishin luftuar, i donin punonin edhe ato. Kjo është e mirë, shikoni, kjo është e mirë kur është brenda kornizës së lirisë, por kur bëhet detyrim, kur bëhet diktim, diktat, kur bëhet norm e detyruar. Pra, imagjino gruaja me shtatzan, gruaja me bar, pra, do të shkonte të punonte deri javën e fundit në punë. Ke pas lere qytetin e uzinat, fabrikat e tjera. Po edhe në kooperativa. Po në ferm, gratë që punonin tokën. Dhe ishin shtatzan. Tani historia është e tillë që Marksi erdhi me teorinë ta bëjmë atë që dështoi kisha të bënte, atë që dështoi monarkia dhe kapitalizmi për të bërë, mirë po pezulloi lirin. Pra Marksi e vetmja mënyrë për ta bërë ishte nëpërmjet diktatit dhe dhunës. Ti ke shumë të drejtë në replikën tënde. Dhe unë jam i thar i lirisë. Po unë e kisha Nietzscheane kritikën, se kisha marksiste. Po ti e çove atij ku do je vetë. Jo, s'ka problem. Are e trajtojmë. Unë prandaj të thash me Nietzsche, e trajtojmë me Nietzsche. Të thash paganizmin greko-romak, nuk të thash shfrytëzimin e tjerë.
pavarësisht se ti Nëse- e ndërtove shumë mirë atë. Atëherë, narrativën time. Atëherë pak me që Po, unë e kisha tjetër Jo, punë. dakor, Unë çfarë në rregull jeti. Ja, një sekond. Mjep 2 minuta. Dhe do ta thuash edhe Krishtlindjen në ty, Paganizmi- se s'më ikën Krishtlindja Po, e po ty. kemi mundësi, Okej, kemi mundësi ta okej. themi jo, patjetër. Paganizmi greko-romak, nëse do të ishte një model i kulluar ose modeli më i mirë i qeverisjes dhe i ndërtimit të një sistemi shoqëror, atëherë nuk do të ishte nevojshme që të zëvendësohej nga diçka që njerëzit menduan që do të ishte akoma më e mirë. Pra nuk do të mrinin në mesjet që e njohim si një periudhë historike, Po. në qoftë se njeriu do të ishte i furnizuar shpirtërisht, kulturalisht, në demokraci me perceptimin e lirisë siç e perceptonte në kohën e qytetërimit greko-romak, pra ky qytetërim do të mbete dhe nuk do të zëvendësohej. Pra sepse në fund ditës të bie edhe teoria e evolucionit apo. Sepse nuk kemi të bëjmë vetëm me një evolucion të ashtu quajtur evolucion Qartë. darwinian të specieve, por kemi të bëjmë dhe me një evolucion mendimi që duhet të eci për krah evolucionit në Po. shumësinë e vet të perceptimit të tij. Unë mendoj që një nga dëmet më të mëdha që postmodernitetit i ka sjell është A nuk është dhe po përdor fjalët e Nietzsches, që të jemi qartë për ata që më dëgjojnë se mos mendojnë që janë fjalët e mia këto, janë të Nietzsches, gjithmonë citojmë. Dhe unë në fakt kam lexuar studime të cilat i parafrojnë ides Nietzsches që krishtërimi u kthye pavarësisht si nisi dhe jo për faj të Krishtit, e theksoj këtë, u kthye në fen e skleverëve. Shikoni Nietzsche A është feja e skleverëve historikisht? mua më intrigon shumë Nietzsche, sepse mendimi i tij për të thyer tabut dhe për të si një antikonformist i madh i mendimit, se nuk ka qenë lehtë domosdoshmë që të vinte Nietzsche në kohën që erdhi me mendimet e tij dhe nuk ka qenë i vetmi. Sigurisht, nuk ka qenë i vetmi. Nietzsche deklaroi që Krishti ishte krishteri i fundit që ka jetuar ndonjëherë, pasi ai vjen me atë që zhgënjim të madh, të cilin e percepton si një realitet mundues që e gjeti në kishën e krishterë dhe në sistemin monarkik kryesisht të periudhave ku ai jetoi apo periudhave përpara se ai jetonte. Nietzsche nuk do ta shikojmë si një person të përsosur, ai ishte në kërkim të realitetit, në kërkim të së vërtetës. Deklarata e tij e madhe mbi idenë që Zoti ka vdekur në thelb nuk është ajo pikërisht siç e lexon njerëzit. Ajo nuk ka lidhje me krishtërimin. Në ligjërat të drejtë. Jo. Por në thelb lidhet me idenë që unë e shoh Zotin të vdekur, ndërsa shikoj njerëzit që i bien buris në realitetin e tyre të praktikës së besimit në Zot. Është konstatim. Pra, nëse të krishterët, dhe këtu jam dakord me Nietzsche, nëse të krishterët do të praktikonin fjalën e Krishtit në ligjërat të drejtë, atëherë unë nuk kam nevojë fare të shtroj pyetjen a do të ishte më e mirë apo jo më e mirë bota në cilën jetojmë. Absolutisht që po. Pra, prap tek Marksi me u kthy ke Marksi. Aty te Marksi mos i nga Marksi. Po lidhet me Nietzsche më. E kuptoj, po sepse të dy konvergojnë. Shikoni tani, konvergojnë bashkë dhe në këtë pikë. Dhe ne i morëm bashkë dhe tham, are ta ndryshojmë botën dhe duke ndryshuar njeriu nëpërmjet ligjit. Është çike vështirë me ndryshuar njeriu nëpërmjet ligjit, se njeriu nuk është thjesht i vendosur në një linjë lineare fizike, edhe nuk është thjesht një automat, nuk është një bulon. Siç e trajton, nuk është një makineri që thjesht i shtyp butonin Chaplini te kohët moderne tek ai filmi me ato bulonat, e ke parasysh? Njeriu nuk është një bulon, njeriu nuk është thjesht disa grimcash protonesh edhe neutronesh të sjellura së bashku nga një rastësi e disa miliarda viteve më parë të një shpërthimi me blushin me pas debate për këtë çështje se blushi vjen si ateist, unë si ateist i kam thënë, m'fal, nuk është më lehtë me besu në Zot se sa mos me besu në Zot. Më thot, pse? Ma trego si është e mundur. I them, po ju thoni që në fillim ishte asgjë. Apo jo? Dhe asgjëja shpërtheu. Sa racionale është kjo? Pra në fillim asgjëja ishte asgjë. Nuk mund të shpërthej asgjë. Ishte hiçi. Po në filozofi hiçi nuk është hiçëzim, pra nuk është asgjë hiçi. Në filozofi. Por në ateizëm hiçi është asgjë. Pra në fillim ishte asgjë dhe asgjëja shpërtheu. Tani sa e arsyeshme është kjo për inteligjencën e një njeriu me një inteligjencë mesatare. Është e paarsyeshme për mua të mendoj që në fillim pas kërkish qenë asgjë dhe asgjëja përplas dy shkëndijat e para bazë nga marrim gjithashtu dhe
shpërthimin e madh të disa miliardave. Kjo është është një aksion më fetare se sa vetë feja. Pra ky është ateizmi predikativ që imponon bindje në nënshtrim dhe kur vjen nëpërmjet Marksit dhe ideologjisë komuniste, siç na erdhi ne, impononte një nënshtrim më të madh të arsyes se sa fton besimin në Zot. E kuptoj. Kështu që këtu tash I takohet Marksi. Pra bëhet më fetar se sa feja në sensin që sepse të kërkon nënshtrim nëpërmjet dhunës, harroi lirinë. Pra në këtë rast Fromi, një filozof tjetër thot, njeriu thot nuk është një automat. Në të kundërt thot nuk do të dashuronte. Do silleshim gjithë si robot, njësoj. Por njeriu thot pra nuk do ta kishte pjesën iracionale, po themi, atë që e quajmë iracionale. Nuk do të kishte një vullnet për të shprehur. Po. Nëse unë do të isha një automat, do të isha I para përgatitur, po. Programuar dhe I instaluar me një software për të vepruar në një mënyrë të caktuar, po unë nuk do të isha më njeri. Pra njeriu përkufizohet nga fakulteti më I lartë I krijimit të tij, që është vetëm një fjalë, liria. Po liria bashkëudhton me përgjegjësinë. Sepse nëse jemi të lirë, atëherë jemi të lirë për të bërë njerëzit lumtur ose për t'i hapur atyre plagë, jemi të lirë për të shëruar ose për të vrarë, jemi të lirë për të dashur ose për të urryer. Po nëse nuk jemi të lirë për të urryer, atëherë nuk jemi të lirë as për të dashuruar. Qartë, pra, liria dhe Zoti kur e krijon njeriu në fillim dhe vendos në Eden, e ndërton mbi këtë fakultet lirie. Pra njeriu është përgjegjës të mirë administroj lirinë e tij si një nga fakultetet më të larta që na bën ne të jemi njerëz. Në këtë rast, Marksi vjen dhe ta rrëmben lirinë. Dhe thot, do të rrëmbej lirinë e fjalës, lirinë e shprehjes, lirinë e ndërgjegjjes, lirinë e besimit, lirinë e pronës dhe do ndërtojmë shtetin e diktaturës së proletariatit, sepse atë që mendimtarët e mëdhenj, që nga Aristoteli, Platoni, Agustini Madhi Hippos, po flas për këta mendimtarë të mëdhenj nga bota e filozofisë që ishin teist, pra që besuan. Dhe profetët nuk e ndryshuan dot botën nëpërmjet fjalës edhe lirisë së vullnetit të njerëzve për ta mirë administruar lirinë e tyre, thot Marksi, ne do ta bëjmë si nëpërmjet diktatit ligjit, nëpërmjet forcës dhe dhunës së ligjit. Për këtë arsye tani mua më kujtohet gjithmonë nëna ime e shkret. Po. Që do të hypte autobusit nga medreseja, do zbriste në qendër, do merrte autobusin tjetër që do shkonte ke uzina traktori. Dhe baba im që do I dilte përpara natën, në dimër apo në verë, për ta prit, edhe për të bërë atë për të ardhur te Krishtlindja e dytë. Krishtlindja e dytë. Po jo, përpara Krishtlindjes së dytë mund të bëj edhe një pyetje tjetër, se duke qenë se përmendëm Big Bangun edhe pastaj shëndrimet e tjera. E pranon feja kristiane shkencën, pra gjitha ato që ne na vinë si fakte, nëse mund ta themi, si të vërteta shkencore, si të vërteta shkencore. Duhet keni parasysh që ne qenet njerëzore zbulojmë gjërat që nuk shohim, gjërat që nuk dim, gjërat që nuk njohim. Po prandaj zbulojmë, prandaj quhet zbulim ajo, se nuk e dim. Po ne mund të zbulojmë vetëm gjërat që aktualisht janë. Jo gjërat që nuk janë. Zbulojmë gjërat që ekzistojnë, por që ne nuk I kemi parë më parë. Apo jo? Po. Pra nëse unë këtu kam këtë klofin e syze, kam harruar syzet në shtëpi. Dhe klofin e mbulem me një libër me këtë dhjatën e re që kam marrë për ju. Faleminderit shumë. Unë shikoj që atë që aktualisht është dhe që për momentin është e fshehur, unë nuk e dalloj dot, duhet dikush të lëviz pengesën që unë të gjej atë që është atje. Pra, njeriu nëpërmjet zbulimit shkencor nuk shpik gjë. Vetëm zbulon atë që është, po. Gjëra që janë, po që se dinte. Por që nuk e dinte më parë. Tani këtu shkojmë tek rrethi I njohjes dhe rrethi I madh I mosnjohjes. Ne dim, Sokrati thot një gjë që s'dim asgjë, po ne dim diçka, njohuria jonë është e pjesshme. Dhe është gjatë gjithë kohës në evoluim, por nuk zbulojmë. Çdo ditë marrim. Por nuk zbulojmë gjëra që s'janë. Zbulojmë gjëra që aktualisht janë. Po gjëra që aktualisht janë në esencë apo në ekzistencë, pra në thelbin ton apo jashtë thelbit ton, janë vendosur aty nga dikush tjetër.
Për shembull, elefanti në roz nuk kemi shans ta zbulojmë sepse thjesht nuk ekziston. Atë nuk e dim ne. Pra, ndarja e atomit. Po. Ne nuk e dinim që atomi mund të ndahej dhe nëpërmjet ndarjes së atomit njeriu mund të krijonte Një armë të tmerrshme. një armë të tmerrshme. Por duke ndarë atomin, njeriu mund të krijojë një kurrë të jashtëzakonshme që mund të ndërhyjë deri brenda qelizës. Pse ne e për ta përdorëm mjekuar së njëri. pari për të sjellë diçka që Po pra, atëherë mund të dëmtonte bravo, përpara për të se zhdukur një shëronte. qytet. Kjo është pyetje. Kjo është pyetje e madhe. Ky është elefanti më thon. Kjo është pyetje. Atëherë kthehemi në Eden. Tek mëkati fillestar. Çfarë thash? Liria na përkufizon si njerëz, por liria bashkë udhëton me përgjegjësinë. Zoti mund ta ndërtonte njeriu si një automat. Pak të fakultet lirie. Po, edhe ishin në rregull gjërat ashtu. Zgaboje, s'dilja nga plani, Po ishte. as nuk do të doje, as nuk do të dashuroje dot. Po. Pra njeriu nuk do ishte i lirë. Sikundër nuk do të urresh dot. Pra përgjegjësia na bën të jemi njerëz që janë thirrur ta mirë administrojnë lirinë e tyre, këtë fakultet që është në thelb është i frikshëm për ta imagjinosh. Zoti na pas ka besuar një atomin. Adami dhe Eva nuk e kishin njohurinë në atë kohë se si mund të ndahe atomin. Nuk mendonin për atomin. Agustini i Madhi i Hipos në shekullin e 5 nuk e kishte këtë njohuri. Po as ne nuk është se mendojmë për ditë për atomin, po kupton, jetën e përditshme. Jo dakord, po më që po flasim ne tani për rrethin e dijes Ai dhe të kuptoj, që mosdijes. është zjeruar pra rreth i dijes, po. Mirë po Zoti i gjithdijshëm, me shumë mundësi që duhet ta dinte përpara se njeriu të krijohej që kjo përgjegjësia që Zoti i jep kërka njerëzve për ta mirë administruar apo keq administruar lirinë e tyre, që ka jashtëzakonshme, sepse në duart tona sot kemi fuqinë e atomit, sepse fuqia e atomit përkthyer është fuqia e lirisë. Pra është liria në thelb që na çon Qartë. nëse u them së bashku me të për ta mirë përdorur ose keq përdorur. Tani Martin Luther Kingu i famshëm, diku nga vite 60 në një material tin thot I cili ishte gjithashtu e pastor, ëh? ishte pastor. Po, ishte pastor. Dhe u përfshi shumë në këto çështjet e kauzat e mëdha civile, shoqërore etj dhe shumë interesante jeta e tij. Gjeni ngjashmëri besoj. Jo, në fakt e tha me ironi pastori, ëh, kjo është Shumë interesante jeta e tij sepse jo në ngjashmëri në dimensionin e llojit të kauzës, po të qenit aktiv. Aktivizmi. edhe personalitetin tim. Pra, unë i kam studiuar edhe shumë edhe biografitë e shumë personaliteteve botërore, por ka diçka interesante. Ky thot arritëm thot të shkurtonim kohën. Që do thot, përpara njerëzit u thonin me karrocë apo me anije, për të shkuar nga një kontinent tek tjetri do të zgjasë rruga me disa javë. Po. Tani i thot me avion, nëpërmjet avionit ne shkurtojmë kohën. Në përpjekje thot për t'i vënë zinxhir kohës, për ta maksimizuar kohën në përdorimin ton, ne kemi dështuar tek të bërurit njerëz. Pra prapi kthemi bisedës tonë në fillim fare. Njeriu mbetet po ai problemsjellës, po ai Që në fillim fare. person që raporton frikën, raporton ndotjen që mbart brenda dimensionin moral dhe shpirtëror, intrigën, xhelozin, çmirën, rivalitetin, dëshirën e madhe si rrethoj këtij boshllëku kaq të madh të shpirtit për më shumë, një grop që nuk mushet kurrëherë pangopsia. me konsum, nuk mushet me konsum, me materializëm. Këtu dështoi Marksi. Marksi mendoi që Prapë Marksi mendoi që mund ta komportonte njeriu me idenë e kulturës në dimensionin e librave, materialeve etj dhe në Shqipëri në kohën e komunizmit ka pas shtëpi kulture në çdo lagje. Po, në çdo po. Shumë pranë vendi ku jemi ne tani këtu, zëvendësuan një kishë katolike që ka një kryq të madh fare në Tiranë, dihet nga gjitha anët, kisha e Zef Pllumit, Patër Zef Pllumit. E bën shtëpi pioneri. Po dalim këtu e shohim duket këtu. E bën shtëpi pioneri dhe unë atje kam mësuar të bëj fizharmonikës kur kam qenë fëmijë i vogël. Në fakt, jo vetëm ndërsa unë kam menduar, duke e ditur që është lagja jote këtu, mendova se atje ke qenë pastorti. Nuk e dija që ishte kishë katolike ajo, Është kishë katolike. Është kishë katolike. po boksin këtu ka qenë diku rrotull. Po prit të themi se do vemi te boksi, do shkojmë tek boksi. Pra, do na e thuash Krishtlindjen e dytë se Përpara se të shkojmë edhe tek leximtari. E di pse mora si pikë referimi Marksin, po, sepse do të na ndihmoj tek pjesa
mbase tjetër, nëse do të trajtojmë disa çështje që lidhen me aktivizimin tim ose aktivizmin tim për çështje socio-kulturore ose politike. Do ta trajtojmë. Lidhet marksizmi kulturor me marksizmin ideologjik të kohës kur u implementuan nëpërmjet komunizmit. Unë mendoj që s'ka asnjë lidhje fare, unë personalisht, megjithatë ky është debati që do ta bëj interesante pjesën e dytë, po na thuaj Krishtlindjen e dytë të veçantë në jetën tënde. Krishtlindja e dytë e veçantë ka qenë në Shkodër. Pra, unë dhe Linda ikëm në Shkodër në 95-ën dhe jetuam atje 5 vjet. Në 97-ën ndodhi kataklizmoja e madhe këtu, përmbysja e madhe, përpjekja për të rrëzuar shtetin, rrëzimi i shtetit, që ky ishte në thelb, domethënë edhe gjithë përpjekja në 97-s, revolucioni ishte rrëzimi i shtetit. Shqiptarët fatkeqësisht një pjesë e tyre nuk e di që piramidat financiare u përdorën për të rrëzuar shtetin, në atë mënyrë se si u përdorën. Vajzat shqiptare u trafikuan në perëndim nga plagët e shoqërisë shqiptare. Me rreth 2000 apo më shumë se 2000 njerëz u vran për shkak të plumbave aksidental, për shkak të atentateve që bëheshin, gjakmarrjes që filloi të merren atë kohë në mënyrë krejt tjetër. Në ato vite, pra 97 ne ishim në Shkodër. Shumica e misionarëve të kishave edhe të fesë u larguan, misionarët e huaj, të tërhequr nga ambasadat e tyre. Misionarët nga Amerika, nga Skandinavia, nga Britania e Madhe, Gjermania u larguan gjithë. Dhe këta misionar kishte disa kisha në Shkodër në atë kohë, protestante. Thanë ne po largohemi, pastor të lutem kujdesur dhe për grigjat tona, komunitetet tona të besimit. Dhe unë po i them që atë dimrin e 98-s tani, sepse filloi në mars të 97-s ajo historia e madhe e rrëmujës, djegjes etj. Në Shkodër u doq komisariati i policisë 2 herë. Dhe për një vit ne nuk kemi pas atje rend publik. Pra aty gjithçka mund të ndodhte. Ishte si Wild West, pa rregulla, gjithçka. Shumë njerëz morën gjithçka që kishin mundësi të merrnin dhe u larguan nga qyteti. Unë e parë si tradhti ikjen, largimin. Natyrisht që gjë e parë që mund bëja kthesha në Tiranë. Edhe në Tiranë. Se ju kishte shkuar për shërbim në Shkodër, për mision. Dhe në Tiranë normalisht unë kisha nënën, gjyshen time, motrën, maman time, babai më kishte vdekur në 91-shin atë kohë. Pra kisha 3 gra për të kujdesur për to. Mi po e pash si tradhti idenë e ikjes nga thirrja, nga përmbushja e kësaj thirrje prej misioni. Dhe jo vetëm që duhet kujdesesha për këtë grigj që unë kisha për të kujdesur prej vitesh, por edhe për këto komunitetet e tjera të këtyre misionarëve që ishin larguar nga qyteti. Se ti kishin lënë në kujdes. Dhe njerëzit dilin nga shtëpia në atë kohë për disa muaj në ora 9:30 e paraditës dhe ktheheshin në shtëpi nga ora 12:30, 1 e drekës dhe rrugët boshatiseshin. Neve çdo mëngjes mlidheshim për lutje. Luteshim Zotit bashk, burra dhe gra, të rinj dhe të reja, që rendi të ristabilizohej, që paqja sociale të kthehej, shteti të rivendosej. Dyqanet ishin mbyllura, nuk kishte ushqim. Pra kishte njerëz që kishin lek, po s'kishin ushqim. Dhe në ato kohë, unë kujtoj Krishtlindjen e parë që ishte fundi i 98-s, pra dhjetori 98-s, pas marsit, më fal, i bie 97, pas marsit, po. Dhjetor 97-s, ka qenë një Krishtlindje që e kemi festuar paradite dhe gratë, burrat si në ushqim nga shtëpia e tyre, ndanin me familje që nuk ishin. Dhe atë që ndanim mes nesh, një pjesë ndanim dhe për më nevojtarët e nevojtarëve në komunitetet ku ne jetonim. Pra kjo është një Krishtlindje shumë e veçantë që nuk do harroj kurrë ndonjëherë, se si në atë kohë unë me një biçikletë. Dhe biçikleta unë kujtoj kishte një hekur mes. Po. Kishim vendosur një tip syngjeri atje, tek hekurin mes, unë mbaj lindën biçikletë dhe udhtonim bashk në rrugë për të shkuar nga shkolla e ndërtimit që është në hyrje të qytetit të Shkodrës drejt bashkisë, aty kishim kishën drejt qendrës së qytetit. Dhe nga trotuari ishin disa djem që shtinin me kallash në ajër. Ndërkohë, për bri biçikletës, ndërkohë që unë po ecja me biçikletë, ne po udhtonim me biçikletë të dy bashkë në një biçikletë. Ishte një Benz 240. Ka qenë kishte djem të rinj që kishin dalë nga gjysma trupit tyre jashtë dritareve dhe ata shtinin. Dhe për një moment saktuar e gjetën veten në një botë surreale, mes një çatije të padukshme, se plumbat ne nuk mund t'i shikonim, dëgjonim vetëm zhurmën,
Pra këta shtinin këtu nga makina, nga dritarët e makinës, këta nga trotuari, Dhe ju aty në ishim mes. këtu në mes me biçikletë duke shkuar në kish për të mbledh grigjen që të kishim kohë lutje dhe ngushëllimi dhe inkurajimi për jetën e njerëzve. Pra kjo ka qenë një nga krishtlindjet e veçanta për mua. E bukur, histori e bukur. Tani do shkojmë tek librat që na sugjerohen nga leximtari dhe pastaj do t'i rikthehemi bisedës. Unë uroj që sot na del koha për të diskutuar gjithë ato që duam të diskutojmë, edhe pse kohën e kemi të kufizuar, po do përpiqemi. Përshëndetje Viola dhe Egon. Jemi në vigjilje të Krishtlindjes, prandaj unë dua t'ju uroj të dyve dhe të gjithë ndjekësve të Kinotekës Krishtlindje të bardha. Pa humbur kohë, do të ndaj me ju 5 librat më të shitur të javës. Libri i parë është Kopshtari dhe vdekja i Georgi Gospodinov. Është autori fituesi i Booker Prize-it. Libri i dytë është Pamje nga liçeni Como i Adriana Trigjianit. Libri i tretë është nga autori Julieta Liçkaj, Gjëra që ngjasin. Libri i katërt është Ndëshkimi i dytë i Evës i profesor Artan Fugës, një libër i shpallur, libri më i mirë i panajirit Tirana 2025, dhe libri i fundit është Leadershipi nga Henry Kissinger. Ju uroj miq Krishtlindje të mbara të gjithëve. Mirupafshim. Faleminderit leximtari për sugjerimet e librave si për herë, faleminderit Kinema Cineplex për kokoshkat, po edhe për filmat mbi të gjitha, dhe faleminderit Bono që na ëmbëlson zakonisht Egonin, po edhe mua në disa raste. Po edhe ndonjë të ftuar. Po dhe tani është momenti që unë të ha një Bono, kur të merr uria, duhet që të hash një Bono. Shumë interesante është si puna e mollës, frutit të ndaluar, po këtu ju më sa kjo shumë nuk nuk është ndalohet asnjë gjë. Faleminderit. Pastor, do dhe ti një Bono? Jo, faleminderit shumë. Unë mund ta kisha ngrënë, po jemi në të kreshmen e e vërtetë. Krishtlindjes, kështu që deri nesër. Nga vërtetë. Duhet më ftosh nesër. Okej, ose të vitë ta sjell. Viola, po ti do në një Bono? Po ti kursej ty që ti hash më vonë, se e di Po, që pastaj do zihemi bashkë. Ja një sekond sa ta hap, prit. Okej. ASMR. Okej. Pastor, unë përmenda në pjesën e parë përmenda boksin. Unë nuk e dija personalisht që ju keni qenë edhe i angazhuar me sportin. Brenda kufive të bërit sport gjatë periudhës komunizmit. Një mënyrë për të identifikuar apo për të ndjerë vetë realizuar. Ato hapësira që kemi pas neve në atë kohë, pikërisht ishte një nga hapësirat ishte sporti. Unë vije nga një familje me tradit në sport, Panajot Pano, futbollisti i famshëm i Shqipërisë, Xhaxha im, gjithë kushëritë e mi të parë nga Halla, nga Xhaja, ishin futbollist, sportist. Një moment saktuar, unë i them Xhaxhait, Panajotit madh, që du të bëhem dhe unë futbollist, por isha një djalë 11-12 vjeç. Dhe prisja realisht që shikoja shkëndi, gëzim tek Panajoti. Por në thelba i më jep një përgjigje që unë u trishtova, më thot, nuk do bëjnë gjithë çunat e fisit futbollista. Dhe me gjithë insistimin tim tek babai, tek Xhaxhai, atëre e pash të derë të mbyllur. Si rrjedhoi një rebelimi të një moshe krejtë rinie të hershme. Atëre gjeta një dritare për të integruar dhe për të përfshirë tek këto sportet e rënda të kohës, peshkëngritja. Edhe u regjistrova në ekipin e peshkëngritjes Partizanit, me trinjtë e Partizanit për disa vite. Pastaj kur boksi u lejua në Shqipëri, se për disa vite boksi ishte ndaluar si një sport kapitalist në Shqipëri, nuk lejohej të bëj boks. Atëre fillova dhe unë të isha pjesë e ekipit të boksit, kam bërë neshjen pallat sportit. Po jeta e sportit është shumë e bukur. Për shumë arsye. Një nga arsyet është edhe disiplina. Pra, nëse shokët e mi të klasës, gjimnazit, shkonin atë kohë në përmbrëmje vallëzimi etj. Unë shkoja bëja hekra, bëja stërvitje. Ama të paktën jeta e adoleshentëve të asaj kohe ka qenë shumë e bukur dhe më e mbushur me aktivitete se ajo e fëmijëve sot, e adoleshentëve sot. Ato hapësira lirie në diktaturë ne i përdornim për të ndjerë të vetë realizuar, të vetë përmbushur. Stadiumi atëherë ishte krejt gjë tjetër, teatri atëherë ishte krejt gjë tjetër, kinemat, megjithëse nuk e di sa ju ka qelluar takoni me njerëz të brezit tim apo më të mëdhenj se unë që
Jemi ai brezi që i ka mësuar përmendesh batutat e filmave vërtet. të KNSU-t të Shqipërisë. Po, Unë e e shoh vërtet tek Unë i them prindrit e tash mi. batutat me fëmijët e mi, ata rrin kështu se kanë iden. Pra batutat e filmave, nga që ato filma ne i shikonim në mënyrë të përsëritur disa herë gjatë një vitit, njëjtat filma. Dhe nëpërmjet këtyre batutave jepnim kuptim veprimeve, fjalëve, mesazhe njëri tjetrit etj etj. Por jeta e sportistit ishte një jetë e bukur, një jetë e cila në thelb të nxirrte jashtë disa kornizave që ishin kornizat imponuara në kohë, ishte një dritare lirie dhe vet realizimi. Po atë në boks të kanë rraur apo i ke rraur? Kur janë ndeshur në pallat sportit. Ndeshjen pallat sportit më kanë rrahur, pra jam mundur, po ndeshje Më pëlqen sinqeriteti. ndeshje me pik, pra jo me knockout. Por ish vërtetës një ndeshje me emocione të jashtëzakonshme, ishte kampionati i parë i boksit që u bën në Shqipëri. Në rikthimin e boksit si sport, diku mesi i 91-shit ishte diku tetor 91-shit, mendoj. Trajneri im ka qenë Ahmet Golemi, i famshëm Ahmet Golemi, kampion absolut i boksit në Shqipëri, më pas komentator boksi, dhe ne po bënim nxemjen edhe prisnim që na dilte emri përpara për të dalë tek salla e madhe ku janë rreth 2200 karrige të vendosur në sallë. Unë të vetëm zhurmë sepse shokët e ekipit kishin dalë para me për të bënë ndeshjet dhe derisa më vinte radha mua me kundërshtarin tim. Kur futem për të parë ringun e boksit, shikoj që salla ishte mbushur plot dhe jo vetëm njerëz të ulur, po njerëz në këmbë. Pra ishte një uri kaq e madhe për sport në atë kohë. Është dhimbje të shikosh se si sporti ka degraduar në Shqipëri. Përveç sportistëve elitar që janë pjesë e sporteve individuale, si peshkëngritja, mundja, qitja apo në sport tjetër. Po pse kombëtarja shqiptare e futbollit? Sportet kolektive. Po flasim për sporte individuale. Po flas për kampionatet kombëtare, po flas për ekipet kombëtare. Nëse shkon me pa një ndeshje basketbolli, do kesh jashtëzakonisht shumë pak njerëz, mund të jenë njerëz që ti numëron. Ja, duke nisur nga unë e para nuk kam shkuar kurrë në një ndeshje basketbolli. Ndeshje voleybolli, femrash, meshkujsh, ndeshje kur ka kampionat peshkëngritje, s'ka njerëz në mundje. Pra, atëherë, përgjatë periudhës komunizmit, mbase edhe për shkak se kjo ishte vetmja dritare për arktim, për solidaritet, për përkatësi, se sporti ka edhe një element tjetër, elementin e përkatësisë, ti ndihesh pjesë e një gjëje më të madhe se sa thjesht vetja apo familja jote apo rrethi i përditshmërisë tënde. Ishin të rëndësishme. Pra, kur kalonim që shkonim në stadium Dinamo, se që më stava dhe kaloi ura e bllokut, aty me njerëz, me turma njerëzish, ndjenim në këmbët tona peshën e turmës dhe tunde e ura, lëvizte ura. Kjo vërteton që ka qenë mirë infrastruktura. Emocione të jashtëzakonshme. Nuk them që cilësitë sportive të sportistëve atëherë në atë kohë ishin më të larta se këta të sotmit, por nuk ka sport dhe si rrjedhoi, dhe jo dhe si rrjedhoi, por mbase një nga arsyet kryesore është mungesa e sponsorizimit në sport. Mungesa e politikave të mirëfillta të qeverive për të mbështetur sportin dhe sportistët në Shqipëri. Po edhe nga ana tjetër e njëjta gjë mund thuhet edhe për kulturën, për librin, për botimet. Pra i kemi trajtuar shpesh në fakt në të ftuarit. Mungesën e sponsorizimit për kinematografin, për teatrin, për teatrin. Teatri që është një dritare shumë e mirë për të parë realitetin e jetës të pasqyruar në skenë përmes veprave që të godasin, atë hijeshin e tyre të godasin. Po fatkeqësisht jemi vetëm i vend pa një teatr kombëtar. Pse do bëhet? Po bëhet. Aktualisht, po flas për aktualisht. Derisa të bëhet. Deri kur të bëhet, s'është ne problem. Po aktualisht jemi vetëm i vend pa një muze kombëtar. Sepse deri tani nuk e di është hap apo jo, por deri tani ka qenë i mbyllur, por e kanë thënë që do të jetë i mbyllur për 4 vjet. Jemi vetëm i vend me që jemi ke sporti, jo ta them këtë. Jemi vetëm i vend pa fusha sportive në lagje. E di që gjatë kohës periudhës komuniste neve kemi pas në çdo lagje të Tiranës. Dhe jo vetëm, po edhe në fshatra, në fshatin e Gjyshes Sime, që është diku në Lushnjë, ka një fushë sportive. Që dikur shfrytëzohej. Në fshatra ka vetë fusha, nuk ka nevojë. Jo, e destinuar për atë qëllim, se toka ka pafund, po. Kemi qenë bashkë me kryetarin e arbitrave të basketbollit, e kemi aty komshi dhe po diskutonim kafe bashkë se sa fusha sporti me përmasa olimpike.
Pra ku mund bëhen ndeshje kombëtare futbolli, kemi pas në Tiranë dhe mbritëm në përfundimin që nga Kino Studio deri në kombinat mund kemi pas rreth 14-15 fusha sporti, futbolli të mirëfillta, plus edhe disa fusha tjera bashkëlidhur me këto të futbollit, kanë qenë fushat e basketbollit, voleybollit dhe tyre sporteve tjera, të cilat janë zëvendësuar fatkeqësisht me betonizim, me ndërtime kullash, me ndërtime pallatesh, nuk ka hapësira publike më, nuk ka vende ku njerëzit ndihen që mund të shkojnë kalamajt e tyre për t'i çuar përveç parkut kombëtar, edhe nuk e di a kemi në një vend tjetër, por nuk ka vend për sport. Ti sot për të bërë sport duhet të shkosh tek këto palestrat që normalisht duhet paguash, e brenda nuk je jashtë, ose do të shkosh tek Te liçeni. liçeni artificial për të bërë vrap atje ose për të bërë ecëllje. Bashkë me njerëzit e tjerë me turmën. Po pastori pavarësisht se e ka lënë mundjen boksin, boksin edhe peshngritjen, vijon të merret me sporte të rënda, siç janë debatet. Siç janë debatet. Sporte shumë të rënda për hir të zvërtetës sa i takon edhe reagimit publik që mund të marrësh. Më të rënda se peshngritja kam përshtypjen. Nuk e di, fjalëve të këqija apo ofendimeve apo edhe mbështetjeve nga ana tjetër. Po fjala është më e rëndë se plumbi. Kocka ska dhe kocka thye. Në fakt, fjala është më rëndë. Ne po flisnim diçka në pjesën e parë të emisionit për marksizmin kulturor në lidhje me fenomenet në të cilat po përpiqet që të futet Shqipëria. Dhe ti më the mua muzeun, edhe kur më the muzeun, mua më kujtua që ishte bërë një instalacion tek muzeu ku ajo gruaja ishte pa flok. Që për që të jemi korrekt, artistja ka thënë kjo është bërë për të simbolizuar luftën për kancerin e gjirit. Pra ky ka qenë shpjegimi që i ka dhënë artistja që e ka realizuar. Po ka pasur patjetër edhe shumë skepticizëm, edhe shumë këndvështrime të tjera. Kujtojmë edhe ligjin për barazinë gjinore, shumë aktiv aty, gati sulmuar nga shumë. Është një nga personazhet që ka tërhequr opinionin publik në këtë diskutim sa i takon kundërshtimit të ligjit barazisë gjinore. Unë, pastor, do të thoja që në fakt marksizmi siç e kemi njohur ne këtu në Shqipëri, marksizmi sovjetik po them, dhe marksizmi kulturor që vjen nga perëndimi përmes wokizmit në perceptimin tim dhe me aq sa unë di, shpresoj që sigurisht nuk di gjithçka patjetër, nuk është se ka ndonjë lidhje, po them, ndonjë lidhje shkak pasojë ose ndonjë lidhje pra që nga kjo ideologji politike del kjo tjetra, si e prejardhur. Janë dy gjëra shumë të ndryshme. Për mua ky që quhet marksizëm kulturor në fakt është një ekstrem i liberalizmit të nisur që në revolucionin francez me liritë dhe të drejtat e njeriut. Nuk ka lidhje me atë marksizmin që kërkon, po themi, që punëtorët të përvetësojnë mjetet e prodhimit dhe të bëjnë rishpërndarjen ekonomike. Jam krejt dakord me ty, sepse edhe prandaj të thash në fillim. Por për këtë arsye ky dyti quhet marksizëm kulturor. Pra ideologjia synon të sendërtoj nga e para kulturën, traditën, atë që ne njohim si traditë, duke hyrë brenda kodit gjenetik. Ke parasysh ato zbukurimet e bulevardit në Tiranë për këto krishtinë që s'kan lidhje fare me krishtinën, s'kan lidhje me pemën, s'kan lidhje me grazhdin, s'kan lidhje fare me krishtin, s'kan lidhje me dhuratat e krishtlindjes, por është kodi gjenetik me ato 6 ngjyra që kanë vendosur këta, që është një rikthim tek pikërisht ky perceptimi i marksizmit kulturor. Çfarë është marksizmi kulturor në dallim nga ideologjia marksiste e asaj që ne njohim ne si periudhë komuniste në Shqipëri. Konvergimi, pika e takimit mes ideologjisë marksizmit nga komunizmi dhe ideologjisë së marksizmit kulturor është pikërisht censura, shtypja, cancel culture, anullimi kulturor që lidhet me ligje të reja, të cilat këta duan t'i kalojnë në parlamentet e vendeve të ndryshme për të bërë ekspansionin e vlerave të tyre që në këndvështrimin e traditës, kulturës dhe fesë janë anti-vlera, pra është fjala për një kundër kulturë e cila vjen brenda një kulture tradicionale se një trup i huaj, unë kam quajtur kancer për zë vërtetës, kanë gjallë debat
mes eksponentëve të grupeve LGBT, pse unë e kam quajtur kancer, e kam quajtur kancer për të dhënë përkufizimin më të mirë në raport me idenë e një trupi të huaj që nuk është trupi ynë kombëtar, trup që lidhet me kulturën, traditën, lirinë, fen, Mënyrën se ne e shohim familjen, martesën, familjen, vërtet, po. përgjegjësinë prindërore për të kujdesur për fëmijët. Tani pse quaj trup të huaj? Sepse ose imperializëm kulturor, ose kolonializëm kulturor, sepse është fjala për një projekt që në thelb është projekti i lashtë i Marxit për ndërtimin e njeriut që ai e presupozoi që do ishte njeriu i ri. Një nga sloganet e periudhës komunizmit ishte të ndërtojmë njeriun e ri sipas ideologjisë komuniste. Ndërtimi i njeriut të ri. Ky ishte leitmotivi, ky ishte thelbi i përmasave filozofike të Marxit. Nuk ka shoqëri tre pa ndërtimin e njeriut të ri. Tani si na vjen nëpërmjet marksizmit kulturor dhe wokizmit ndërtimi i njeriut të ri. Ky njeriu i ri tani, të cilin këta presupozojnë që ka njeriu e lirë, është njeriu pa gjini, ose me gjini të shumë fisht të ndërthurur në gjithë diversitetin e tyre. Tani unë sapo citova një nga fjalit e nëneve kryesore të ligjit. Gjinia e shumë fisht e ndërthurur në gjithë diversitetin e saj. Ose njeriu me gjini të shumë fisht të ndërthurur në gjithë diversitetin dhe shprehjet e saj, ose njeriu pa gjini fare. Njeriu i cili do të gjendet përballë tualeteve neutrale, jo më tualet mashkull femër, por edhe tualete neutrale kur nëse dikush është mashkull biologjik bashkull dhe gjenitalet e tij nuk i ka ndryshuar përmes ndryrave kirurgjikale, po e vetë deklarohet si transgjinore femër, transgjinore më falni grua. Pra ka jo pak burra në Amerikë që vetë deklarohen si transgjinor gra, organet e tyre janë prap organe gjinitale meshkujsh, për shkak se kanë bërë një shkelje diku, kanë shkel ligjin për një gjë tjetër. Po. Siç mund ta shkelin dhe heteroseksuale për izë vërtetës. Vetëm se kanë bërë këtë vetë deklarim, ja quajnë veten transgjinor gra, ligji i ndryshuar në këto shtete të caktuara i çon në burgjet e grave. Okej. Dhe në këto burgje grash ka pas jo pak raste që gratë kanë ngel shtatzan. Si rrjedhoja marrëdhënieve intime me këta burra të maskuara nën vetë deklarimin jam transgjinor grua dhe kanë shku tek burgjet e grave. Tani kemi BBC-a del me një artikull interesant përpara disa muajsh. Në artikull ishin rreth 68 gjini të ndryshme. Diçka të 70 gjini, po. Është zgjuar gjithandej kjo. 4 muaj më vonë, ndërkohë që ne po trajtonim çështjen e ligjit, janë 72 gjini të ndryshme. Pra, kur është historia kjo, domethënë pyetjet që unë i kam drejtuar edhe në emisionin Opinion apo në emisione të tjera, eksponentëve që mbrojnë agendën woke, marksizmin kulturor, ekspansionin LGBT në vendin ton, pyetja ime bazë ka qenë kjo. Më thoni ju lutem sa gjini ekzistojnë. Dhe askush nuk më ka dhënë dot përgjigje se sa e gjini ekzistojnë. E para, e dyta, ne nuk kemi problem me ata që e kanë me veten. Problemi që un kam është me ata që e kanë me fëmijët tan. Pra, nuk trajtohet çështja e lirisë si nocion. Çdo njeri është thirrur të veprojë në përputhje me bindjet, vullnetin, orientimin, dëshirat, emocionet, për aq kohë sa liria e tij nuk prek lirinë e tjetrit, po. Ju lutem mos më sillni shtratin tuaj në debat, i them personave, mbi tryezën time kur un jam me familjarët e mi në shtëpi. Nuk jam interesuar se si dhe me sa persona një person dëshiron të fletë dhe të kalojë natën e vet. Nuk është ky problemi im, apo problemi i koalicionit shqiptar për familjes së jetës që un përfaqësoj shpesh në debate televizive apo në radio. Problemi im është tek fëmijët. Ideologjizimi gjinor, që është një nen i veçantë brenda ligjit për barazinë gjinore, që i bëhet fëmijëve tanë ndërhyrje kirurgjikale tek të gjithë kurrikulat shkollore nga sistemi parauniversitar, nga viti 3 gjimnaz deri tek fëmijët 3 vjeçar në kopësht. Çfarë ka ndodhur me Kanadan dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pas jo pak raste ku këto grupe LGBT kanë shkuar në shkolla apo në kopshte dhe i kanë thënë djemve, mbase jeni djem të burgosur në trupat e gabuar. Mbase jeni vajza të burgosur në trupat e djemve. Mbase keni lind trupin e gabuar. Tani unë si bab nuk do lejoja kërkënd që të përpiqej t'i vishte fustan djalit tim.
Kaq e thjesht është historia. Pra, unë nuk do të lejoj askënd që të seksualizonte fëmijë 5 vjeçar, 6 vjeçar, 7 vjeçar, që mund të kenë vështirësi të dallojnë ngjyrën portokalli nga verdha, ngjyrën jeshile nga bluja, duhet të zgjedhin me vet deklarim në perëndim tani gjininë e tyre, sepse gjinia në thelb, sipas marksizmit kulturor dhe wokizmit, nuk është një gjini binare që lidhet me esencën natyrore që ne na është dhënë nga Zoti apo nga natyra. Siç ne dim, mashkull femër, binariteti gjinor. Gjinia shihet nga grupet LGBT dhe marksizmi kulturor, wokizmi si konstrukt social, që do të thotë. Po. Që do të thotë. Në fakt, seksi a nuk është tjetër gjë. A nuk është një konstrukt social gjinia? Në sens gjinia. Ky është një nga diskutimet më të mëdha që ne ndoshta seksi është ai me cilin ne lindim, femër mashkull, dhe pastaj gjinia është çështje tjetër dhe kulmi i diskutimit. Ne themi që seksi dhe gjinia janë e njëjta gjë. Sepse nëse nuk do të ishin e njëjta gjë, atëherë do të kishim një problem të madh. Unë mund ta vetë deklaroj tani sipas këtij ligjit këtu. Mund ta vetë deklaroj veten këtu në emision me ju. Unë jam një lesbike rome që kam ardhur të bëj bisedë me ju dhe nëse ju nuk më drejtoheni mua me përemrat që un kam përzgjedhur ta vetë deklaroj veten, atëherë ju konsumoni gjuhë me ndjeshmëri gjinore dhe ke një nënt veçantë brenda këtij projekti, këtij ligji. Neni i gjuhës me ndjeshmëri gjinore. Pra, nëse ju nuk më drejtoheni mua, ata ose ato ose kur i gjon se çfarë, atëherë kemi problem. Ka vërtet një shikom. Unë mendoj që ka vërtet një problem në mënyrën se si ky ligj ka ardhur, edhe po themi në ashpërsinë e disa neneve të tij. Por nga ana tjetër, unë mendoj gjithashtu që është shumë e nevojshme që ne të shtrojmë këtë diskutimin mbi evoluimin e normave shoqërore. Pra gjërat nuk mund të ngelen përgjithmonë njësoj. Edhe vetë shteti laik në fillimet e veta, mbas revolucionit francez apo përpara, nëse ka pasur, ka funksionuar përmes imponimit të disa ideve kryesore. A kupton? Siç mund të ketë qenë. Kuptoj fare mirë, dhe më pëlqen shumë që po drejton bisedën në këtë drejtim, sepse pra unë kuptoj që disa gjëra mund të jenë. Unë kuptoj që disa gjëra mund të jenë shumë të parakoshme, shumë të nxituara. Edhe ne jemi pak dëgjova të fundit fare, dëgjova para 2 ditësh. New York Times kishte nxjerr një artikull që unë e pash, hyra brenda dhe e lexova. Me qëra fjala është media majta, nuk është konservatore New York Times. Është liberale, po, është media liberale. Dalim me këtë artikull dhe thonë një person i vetë shpallur si drenush. Kaproll kemi fjalën shqipe, apo? Kaproll, po. Po, ky e kishte vetë Sorkadhe. Po. E kishte vetë identifikuar veten si Sorkadhe. Dhe kishte edhe disa. Po ka jo pak 4 putrak, e ke parasysh qenusha, mace. Po, unë shoh shpesh video të si dhe i gjori njëri, kishte vesh kostumin e Sorkadhes, edhe kishte dalë në pyll. Në vendin më të gabuar për çku. Se emri ujku. Ore kishin qenë 2 gjyqtar, jo, kishin qenë se nuk e ke lexuar këtë? Jo, nuk e. Është bukur, ja do gjej një foto të ta tregoj me foto. Kishin qenë 2 gjyqtar amerikan, nga këta tipa që dalin me kështu me AK-54, e ke parasysh me kallash. Po. Dhe këta shkojnë për gjyqti. Dhe këta shikojnë pyll Sorkadhe, në kupton? Mirë, po ky ishte njëri i vetë deklaruar si Sorkadhe. Tashi, kjo më bën mua një person racional ta vetë deklaroj veten si Sorkadhe. Absolutisht jo, absolutisht jo. Një sekond tash. Po ta vetë deklaroj veten si lesbike, më bën racional apo jo? Ti do të thosh ke të drejtë ta deklarosh veten si dush. Sepse po flisim për një lloj evoluimi, tash kjo është evoluim. Po besoj që të bën racional ta deklarosh veten si lesbike, sepse përfshihet brenda po themi diapazonit të cilësive të njeriu. Njeriu mund të jetë lesbike, mund të jetë gay, mund të jetë kaproll pra. Po jo pra se kaproll është mace. Kaproll dhe mace është kategori tjetër në klasifikimin e kafshëve. Po jo, nuk është fare, sepse ke kategori të pafundme brenda 72 gjiniva apo gjinive të tjera të shumëfishta në të gjithë diversitetin e tyre. Ja, të ta tregoj e gon. Ja ku është reale kjo. Dhe domethënë ata quheten për ta vrarë se po vrisin kaprollin. Ndërkohë që kur shkojnë aty, e shikojnë që ishte një njeri brenda kostumit kaprollit që shifte veten si kaproll. Tash, e diti që në Itali ka burra që vetë shpallen gra me vetë deklarim. Ke parasysh? Me vetë deklarim, shpallen gra dhe s'ke çaj bë. Dhe shkojnë për të marrë pensionin e parakoshëm të gruas. Burrat nëse dalin 65 vjeç në pension, ose 67 vjeç. Tani,
Un kam një shqetësim tjetër. Konstatimet e tua i konsideroj të drejta, po mos janë, po themi, rasti më ekstrem i konstatimeve. Nuk është ndonjë genialitet të konstatoj unë faktet konkrete dhe reale që ne kemi në botën tonë të përditshme. Por mos ligji merret edhe me gjëra të cilat janë më pranë shqetësimeve tona se sa, sepse këtu ne jemi përqendruar vetëm tek kjo pikë. Unë nuk besoj që do dalin shqiptarët masivisht do deklarojnë kaproje. A di se si është çështja? Jo, po nëse kemi njërin, a na intereson që ta ndihmojmë? Patjetër. Ta ndihmojmë si? Po për shembull rasti ta kurojmë, ta mjekojmë. Po patjetër. Ta mjekojmë. Po patjetër, po ke rastin e grave të punës pa paguar. Pra kjo është një gjë që na shqetëson më shumë se rasti njerëzve që deklarojnë kaproj. Unë për çështjen e grave të punës së pa paguar ke dhe burra të cilët punojnë dhe nuk u pagohen orët e tyre shtesë. Pse nuk flet njëri për këtë burrën? Meqë e hapet si temë, edhe ma e përgjigjen. Nuk e di pse. Se gratë kanë qenë Pse flitet edhe për gratë? Nuk kam asnjë lloj problemi me gratë, unë kam motor, kam vajzë, kam bashortë, domethënë komuniteti kishtar përbëhet nga gratë dhe burra, vajzat dhe djem. Pra, pse nuk flet njëri për burrat? Se ndoshta të drejtat e grave kanë qenë barazi për gratë dhe për burrat. Ju mendoni që barazia gjinore, pra kjo kërkesa për barazi gjinore. Nuk ekziston barazia si koncept as filozofik, as në dimensionin e gjinive. A janë gratë duke i cënuar burrat aktualisht në këtë moment? Barazia ekziston si nocion ligjor, ku të gjithë qytetarët jenë të barabartë. Okej, po jo gjinore po thoni ju. Dhe ky nocion ligjor kushtetues është i mjaftueshëm dhe pik. Nuk ka barazi mes burrit dhe gruas. Jemi dy të ndryshëm, që ne krejt ndryshme. Madje nuk mund të ketë barazi mes dy grave. Sikur nuk ka barazi mes dy burrave. Pse? Se jemi njerëz me thirrje të ndryshme, vokacion të ndryshëm, përqasje të ndryshme, talente të ndryshme, talentet e mia. Por ka barazi në të drejta dhe që prevalojnë në një aspekt, nuk mund të vënë në hije talentet e dikujt tjetër që është burr, që prevalojnë në një aspekt tjetër. Pra, jemi të ndryshëm nga njëri tjetri. Nuk jemi të barabartë mes nesh, por ligji përballë ligjit. Jemi të barabartë. Përballë një ligji i cili është bërë historikisht nga burrat. Po flem historikisht, nuk po flem aktualisht. Pra është një ligj i shndruar dhe i përbrendsuar në tradit, në këtë sens, pra edhe në të pavetdijshme. Pra unë mendoj që kur ti thua ndjes, domethënë, po thjesht për hir të argumentit, kur ti thua që s'ka barazi mes burrave dhe grave, nuk është se ti s'ka barazi në dimensionin gjinor dhe të seksualitetit. Nuk është se ti po jep një gjykim nisur nga një rast konkret, po tek ty është përbrendsuar. Po nuk kemi të barabartë në mënyrë tradicionale. Sekond. Unë dhe gruaja ime nuk kemi të barabartë dhe s'kemi pse të jemi të barabartë dhe s'kemi pse të kërkojmë barazi. Sepse punët janë ndara. Nëse ngatrojmë punët dhe detyrat, nuk do mbërrim dot në destinacion. Është kaq e thjeshtë. Edhe në një fabrikë, edhe në një kompani, edhe në studion tuaj, edhe skripti që juve keni aty, pak a shumë keni ndarë gjëra se si do të komunikoni me mua ose si do ndërtohet biseda. Po pse atëherë ne kemi kërkuar demokratizim dhe barazi pranë një shoqëri të lirë dhe demokratike? Përballë ligjit, burri dhe gruaja do të jenë të barabartë dhe unë nuk di në dijenin time që ligji shqiptar, ligji punës, i paguan më pak orën një gruaje nga një burr. Absolutisht jo. Ligji gratë i ekuivalenton me burrat në të gjithë dimensionin ligjor. Kodi familjes, kodi punës, kodi civil, kodi penal, të gjitha kodet që janë akte nënligjore, që janë akte nënligjore, po themi, janë kodet që janë atje për të mirë organizuar jetën tonë në shumësinë e saj. Përballë tyre, gruaja dhe burri ishte barabartë. Më thujti më në kodin e punës, a ka një nen të caktuar që orën e punës së gruas e paguan më pak se sa orën e burrit? Jo, po realiteti duket sikur flet ndryshe. Pra, realiteti, një grua ka shumë më të vështirë të shkojnë në një pozicion drejtues se sa një burr. Po sepse është grua, jo për shkak se është grua në sensin e pabarabartë me burrin, por për shkak se mbase karakteristikat e saj mbi këtë profil pune për hir të vërtetë. Tash më që u hap temën. Se shumë interesante kjo. Edhe diferenca në pagë për të njëjtën punë. Dhe këtë nuk e kam timen. Këtë e thot Jordan Peterson, një nga psikologët më të mëdhenj që kemi aktualisht sot që është gjallë. Ai thot, nga natyra e krijimit jemi ndryshe nga njëri tjetri. Që do thot? Patjetër, nuk kemi të njëjtën forcë fizike. Burrat janë më shumë të jo vetëm për forcën fizike, por edhe interesat nuk i bashkëndajmë një lloj. Për shembull, burri është më interesuar për gjëra
për things, për pajisje, për gjëra, për teknologji, për ndërtim, për Ose një grua sheh më për mirë punë. një serial dhe burri Kurse sheh futboll. gruaja nga natyra është shumë e interesuar tek marrëdhëniet njerëzore, tek njerëzit. Për shembull, shikoj marrëdhënien time me bashkëshorten time. Unë jam më task oriented, pra jam shumë më tepër i fokusuar tek objektivat, fokusim është puna, fokusim janë arritjet. Kurse bashkëshortja ime është shumë e orientuar në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale me njerëz. Tani, për këtë arsye thot Jordan Peterson, ke më shumë burra inxhinier se sa gra. Ke më shumë burra ndërtues se sa gra. Ke më shumë gra infermiere se sa burra. Ndoshta është edhe një Pra unë po jo shpjegoj. Kjo, domethënë Për shkak se gratë. Këtij shpjegimit Petersonit i mungon konteksti historik tërësisht. A ka më pak mësues burra se sa gra? Po, jo, nuk di ta them. Në sistemin e edukimit parashkollor dhe në sistemin e edukimit nëntëvjeçar? Po. A ka më pak burra se sa gra në sistemin shëndetësor tek departamenti i ndihmës mjekëve tek infermierët? Ka. Absolutisht ka. Pse? I mungon. Po, ai kemi Edhe veshur për nga natyra, gruaja është më e prirur të ndërtojë marrëdhënie njerëzore dhe është zotëri është ndjesia e mëmësisë. Është tmerrshme, ky është argumenti i Është tmerrshëm. ndjesia e mëmësisë te gruaja më e fortë se te burri. Ky argumenti i Petersonit është i tmerrshëm. Atëre, ky është argumenti. I mungon konteksti historik. E di çfarë do thotë kjo? Një sekond. Një sekond ta përmendoj logjikën këtu. Mendon që një burr mund ta ushqejë me gjë, një bebe, një foshnjë? Jo, mos sigurisht, po s'ka lidhje. Po ka lidhje patjetër më burri thotë. Si s'pas ka lidhje. Një nën që është thirrur të jetë, një grua që është thirrur të jetë nën, e ka në ADN-n e saj dimensionin e kujdesit, ajo ushqen me gjakun e vet dhe me shpirtin e saj fëmijën. Babai është thirrur që të luftojë, të bëjë betejat, është thirrur që të punojë, të rro patë nga mjesi deri në darkë, është thirrur që të jetë mbrojtës, i rojtari, gardiani i moralit, i vlerave, të traditës, betejat kryesore që ka familja përballet ky babai, ky burri, që është thirrur të mbrojë edhe dinjitetin e gruas vet dhe dinjitetin e fëmijëve të vet. Pse s'flisin për këta burra aty që ndërtojnë ura? E ke edhe tek kënga më burri vet. Ndërtojnë ura, ndërtojnë pallate, por në fundit është bota e tyre, por çfarë thot kënga? It's a man's world. It's a man's world, por do të ishte nothing, do të ishte asgjë Without a woman or a girl. pa një grua pa një vajzë. E tham? Është argument i tmerrshëm. Shiko, Ka një e di çfarë do të thënë kjo, që ta them, jo, meqense Okay. Dhe po s'ka problem. Jemi okay. e di çfarë do të thënë kjo. E para Po shprehim lirinë tonë. E para punës njerë esencializmi i shprehur nga Petersoni në këtë, në mënyrë kaq brutale, nuk dallon asgjë nga esencializmi politik që pastaj përfundon në kampe për qëndrimin naziste. Pra që evidenton një tu po gabon, e di pse po një gabon. cilësi esenciale mbi të Sepse në cilën ti kampet pastaj naziste, ke të drejtën të gjykosh Në kampet një kategori të naziste caktuar. u vran burra dhe gra. Fëmijë. Mbi bazën e një Përkatësie. cilësie që mund të ishte një përkatësi. Atëre, Mbi bazën e një cilësie e cila u bë esenciale. Petersoni nuk tha asgjë përveç se hulumtimi i tij si psikolog i natyrës njerëzore, pra hulumtimi i natyrës njerëzore që ai bën si psikolog njeriu, ne jemi të dallueshëm nga njëri tjetri. Je dakord apo? Patjetër që jemi të dallueshëm, po nuk jemi të dallueshëm në masën që kjo të ndërtoi, po themi stereotipe ose cilësi esenciale. Unë po them këtë, janë dinamike. Një burr nuk mund të jetë një grua. Dhe Një baba nuk mund të jetë një grua. argumenti Dëgjoj se nuk do të dëgjosh në një vend tjetër këtë mbase është era fundi që dëgjon pa u dekretuar ligji në fluturën zyrtare. Është dekretuar më duket, apo kalojnë qetësi po. Një baba është një burr. Këtë e thot dhe Orbani. Këtë e thot dhe Trumpi. Jo se e kanë shpikur ata, po kjo është natyra njerëzore dhe kjo është konservatorizëm, kjo është traditë. Një baba është një burr, nuk mund të jetë grua. E di çfarë duhet A kemi raste kur një burr vdes dhe lë vejushën e tij të re apo në një moshë saktuar vetëm dhe kësaj vejushe i duhet bëhet dhe burr dhe grua të plotësoj të dy rolet vetëm për të dhënë mbrojtje fëmijës? Absolutisht që po. Patjetër që po. Burrnesha. Një baba është një burr. Një baba nuk mund të lindë fëmijë. Një grua mund të lindë fëmijë sepse ka uterus, është e pajisur nga natyra, nga Zoti. Patjetër, po nga ky që është dimension biologjik, dhe dimensioni kulturor ka shumë hapa në mes. Tani zbresim këtë dimensioni kulturor. Unë doja të thoja vetëm këtë. Zbresim tek dimensioni kulturor. Argumenti të esencialist të Petersonit i mungon historia. Dhe shkurtimisht, historinë ta thashë nga fillimi deri në fund. Shkurtimisht që në agimin e parë, që në agimin e parë në Eden, Adami dhe Eva ishin të pajisur që të mos ngatërronin rolet me njëri tjetrin, që do thot
burri dhe gruaja mund të krijojnë martesën dhe familjen. Gruaja lind fëmijë, nuk i lind burri fëmijën. Dakor, po më lër që ta mbaroj argumentin, për të thënë pse i mungon aspekti historik. Mund të sjellim për shembull rastin një gjë që neve na prek shumë, ne shqiptarëve si popullsi, që është stereotipizimi deri diku I kujt? i ne shqiptarëve, jashtë në disa rrethe politike, me njerëz që thyen ligjin, po themi, e kupton, me njerëz që janë delinkuent. Dhe mbi bazën e këtij stereotipizimi, ti mund të ndërtosh apo ata pa ju futur dimensionit të shkaqeve historike, sepse është situata e tillë, mund të ndërtosh esencialisht shqiptarin, që të thuash antropologjikisht dhe kulturalisht shqiptari është delinkuent, është kriminal, është mafioz. Mobil lidhjen me marksizmin kulturor? Për këtë që thash, po. sepse i mungon shkaqet historike, sepse ka ardhur një situatë e tillë. Pra, kur ti nuk analizon shkaqet historike, sepse disa shqiptar apo shumë shqiptar pra kategorizohen si delinkuent, për të njëjtën arsye ti nuk analizon shkaqet historike, sepse është ndërtuar një hierarki e tillë e vlerave midis burrit dhe gruas. Jemi dakord, jo. Për këtë jam duke thënë. Kjo që neve po themi tani këtu, Pra, në sensin e marksizmit kulturor, është krejt e kundërt asaj e kësaj narrative që po sjellni ju, sepse në qoftë se kjo që ju thoni me shqiptarët është e vërtet, apo jo, stereotipizimi i shqiptarëve në vende të caktuara. Po. Esencializimi. Dakor, pra. Po. Kjo që neve po themi tani në raport me idenë e dallimit të roleve mbi bazë të seksit dhe gjinisë, që në traditë është e njëjta gjë, seks baraz gjini, është diçka krejt tjetër. Ne nuk po stereotipizojmë gruan se ushqen me gjithë fëmijën. Unë po i them, Atë është duke bërë. unë po i them Pa këtë. atë është duke bërë. Ai po thotë, Pra, gruaja s'bën dot këtë gjë për shkak të këtyre tipareve biologjike. Jo, e ke gabim. Ka raste për shtimor sa dush. Gruaja ime është inxhiniere. Bashorti ime është ja urdhro. Po sa inxhiniere ke në një klasë? Një sekond. Në një klasë me 25 student, vetëm 3 ishin vajzat që dolën inxhiniere. 22 të tjerët ishin djemë inxhinier. Në një klasë me 25 mjek në potencë, pra student mjekësisë, mund të jenë 3 student mjek meshkuj që studiojnë për të bërë mjek, 22 ke studentë femra, vajza. Po, është kjo ndarja e roleve që shoqëria rolet nuk i ndan shoqëria, Po i rolet ndan, pra. përpara se t'i ndaj shoqëria, ndahen nga vet individi si rrjedhojë e prirjes. Ore pastor, kishim aktore. Ka mundësi të mos jepni çunave djemve, mos jepni kukulla. Nuk ja japim, mos kimë rak se nuk ja japim. Djemve jepini atë sjeparin, jepini çekiçin, jepini pistoletën, luajnë çunat me. Kishim aktoren. Pastor, a është gabim që unë kam luajtur me pistoleta e vogël? Viola, kishim aktoren, se do ta mbyllim. Jo, si do mbyllim? Jo, nuk do ta mbyllim. Do vazhdojmë me tema tjera, po. Ariola Demiri, po. Dhe tha që kisha të vështirë të shkoja për aktrim, sepse në mentalitetin tradicional që thot Petersoni, aktrimi është për pip. A e kupton? Pra kjo është pra çështje. Nëse je vajzë, pra e kupton. Pra këto janë stereotipet. Por çfarë lidhje kam, unë po ju them, unë po ju flas për prirjet, a janë të ndryshme prirjet apo jo? A ka ndryshueshmëri dhe dallim ndryshimesh në prirjet e djemve nga prirjet e vajzave? Patjetër që ka më. Po siç ka dhe midis djemve vetë. Patjetër që ka më burrë. Tani unë po ju them këtë, që natyra përgjatë gjithë këtij udhëtimi natyror të njeriu në shoqërinë njerëzore për mijëra vite apo miliona vite, varet nga cili këmbvështrim e shikon, njeriu burrit i rri mirë ky kostumi që ka të veshur. Po sepse e ka prerë për veten. Dhe gruas i rri mirë ky kostumi që ka veshur. Tash me që je ke prerë kostumin. E ka prerë për veten kostumin. Burri nuk është self-made. Do ta kesh parasysh këtë gjë. Askush nuk është i vet shpallur apo i vet deklaruar burr. Një burr që të bëhet burr, përpara ka një gjyshe, ka një nën, ka një motër, ka një baba. Tani si vi keni juve një kryq, sepse ky lloj mentaliteti që juve jeni duke shpërfaqur këtu në këtë bisedë, stereotipizon si delinkuente, si të paafta, si infantile, të papjekura dhe të pazonja vajzat, gratë dhe nënat. Pra duke thënë që këto vajza, këto gra dhe edhe këto nëna kanë rritur vetëm meshkuj agresiv, burra të dhunshëm, uzurpator, që shkelin dhe shtypin me këmbë vajzat, gratë,
e historitë kësaj natyre, ndërkohë për hir të së vërtetës. Që roli, sekond, ai rrit nga një nën. Për hir të së vërtetës. Ai rritur ti po nga një nën. Patjetër, po. Unë jam rrit nga një gjyshe. Jam rrit nga një nën. Kam bashkëpunuar me motrën time për aq kohë sa jetonim në një shtëpi. Kemi jo pak kushurira vajza. Dhe unë po i them që roli i gruas në shtëpi, në ndërtimin e identitetit të burrit, që është djali i saj, është i jashtëzakonshëm, është i pazëvendësueshëm. Tash më thuaj, nëse babai qingër ka gjithë kohës jashtë shtëpisë. Është jashtë shtëpisë baba. Po. Kush ka ndikimin më të madh për ta rritur dhe për ta ndërtuar psikologjikisht, emocionalisht? Nëna është më prezente në formimin si pas ka mundsi, pra jemi këtë kjo që po e them. Atëherë si pas ka rrit nëna një djalë të tmerrshëm? Po sepse edhe nëna në shumësinë e vet. Edhe nëna është, po kjo është fakto pastor. Si thoni? Edhe atëherë një sekond. Po kjo është lëreni nënën, një minutë. Lëreni nënën, mos ja jepni nënën Marksit dhe marksizmin kulturor që ta edukoj Marksi nënën që nëna të edukoj djemt siç do Marksi. Lëreni nënën dhe babën që të edukoj, të kulturalizoj, të ndërtoj në dimensionin e personalitetit njerëzor, fëmijët e vet, vajzat dhe djemt. Nuk gabon natyra. Nuk gabon tradita. Unë po shikoj këtë. E dini se sa fëmijë ka sot në perëndim, të cilëve është thënë nga këto agenda të walk, ke lind trupin e gabuar, kanë ardhur konfuz në familje. Babai dhe nëna i ka thënë djalit, ke qenë babat ka baba çun. Është ajo që i themi neve çunave në Shqipëri. Apo dhe kemi me mburje, po kemi dhe vajzat me mburje. Dashuria e vajzës për babain dhe babai për vajzën. Është e jashtëzakonshme. Mos më thuaj mua se kam vajzë vet. Edhe unë kam vajzë vet. Edhe unë kam vajzë vet. Në fillim mendoja që duhet ishte patjetër çuni, Jonatani duhet ishte i pari, dhe nuk doja gost para se unë jam burr, a kupton, nga tradita. Por kur Zoti na solli vajzën Deborah, jeta ime ndryshoi kështu në mënyrë të jashtëzakonshme. E di. Dhe tash kthehemi këtu se më iku. është luftëtar i pa epur pastor. Kthehemi këtu. Thash merret me sportin me sporte të rënda. Tema është e ndjeshme. I thuhet djemve në përshkolla, ke lind trupin e gabuar. Djali vjen dhe i thot babës, bab kam gender dysphoria, jam konfuz. Baba i thot çfarë? Kështu i thot ky në shkollë. Më kanë thënë që kështu. Çfarë thotë i thot ky? Si do shkosh shkollë ti ka baba çun? Tash shkon djali dhe pyet psikologja. Dhe i thot, "Si është situata?" I thot, "Kështu babi." O, bjerë babën. Në takim me prind në Suedi, këto janë raste konkrete, baballar shqiptar që më kanë komunikuar edhe kanë ndarë historinë. Dhe thonë duam të kthehemi në Shqipëri. Sepse nuk është më një vend i sigurt Suedia, Norvegjia, perëndimi për të rritur fëmijët sipas perceptimit ton tradicionalist për të arritur djalin djal, vajzën vajzë. Dhe në vende të tjera çka kanë bë? Ja ka marrë shteti fëmijën. Ta ka marrë shteti fëmijën dhe ta ka strehuar në këto qendrat gjinore. E ke gjysmë fundmi para 2-3 ditësh doli projekt ligji i qeverisë për ndërtimin e 20 strehëzave të tjera gjinore në vendin tonë. Tashi, kjo histori vijohet me hormone blockers, me bllokues hormonal tek djemt ose tek vajzat që në pubertetin e tyre nga mosha 7 vjeç deri në moshën 14 vjeç, vajzat mos rritet si vajzë në pubertet, por duke i bërë këto bllokuesit hormonal, mos ketë atë zhvillimin, mos ketë zhvillimin normal të femrës. E kuptoj. Dhe kur vjen mosha 14 vjeç, e çojnë drejt ndryrës kirurgjikale për ndryshimin e gjinieve. Nuk kam qenë i pranishëm në konferenca që janë bërë në Amerikë, në Washington DC. Dhe kemi dëgjuar raste pafund, rasti një nëne për shembull që tha është pikërisht kjo që unë ju tregova, pa e përsëritur domethënë historinë edhe një herë. Më thirri tha psikologja dhe më tha që ka ardhur dita e ndryrës kirurgjikale të vajzës. Vajza ishte për 14 vjeç, nga mosha 8 e kishin marrë nga shtëpia, kishin strehuar këto shtreha gjinore. Dhe do t'i bëjmë ndryrën kirurgjikale. Kam shkuar në spital, nuk kanë lejuar ta takoj vajzën, që mos ndryrja në asnjë formë të mendimit në botën e saj. Për 12 orë me radhë është bërë tha kasapan. They butchered the body of my daughter. Pra kanë bërë kasapan në trupin e vajzës time. Edhe tregonte se si kishin e gjinj, se si kishin e uterusin, dhe tha unë isha e shtrirë në korridoret e akullta të spitalit vetëm duke qarë dhe duke thirrur që vetëm Zoti mund bënte diçka. Po këtë historinë tjetër e ke dëgjuar? Të një
vajze e cila bëri transitioning, kaloi, domethënë bëri Ndryshimin e ndryshimin gjinit. e gjinisë, ndryshimin e gjinisë, ndryshimin e ndryrës kirurgjikale, mas 2 viteve vret veten dhe kishte lënë një pusull, një letër. Dhe në këtë letër shkruante: askush nuk më tregoi që ishte më e vështirë të jetoja si djalë se sa të jetoja si vajzë. Shiko, pastor, për ta Se jemi gati për ta 3 mbyllur, minutave për ta të fundit mbyllur, edhe temat për ta mbyllur. e kemi mbajtur rënd. Duhet jemi më lehtëshëm se është Krishtlindja. Ideja është që brenda Unazës Tiranës mua më vjen mirë që ne pavarësisht që përplasim mendime të ndryshme, besoj edhe modelin e jetës e kemi shumë të ngjashme, por është e rëndësishme që t'i bëjmë këto debate dhe ta kemi, po themi, të ngjashëm këtë model jete shumë ndryshe nga ky ekstremi që the ti, shumë ndryshe, dhe shumë ndryshe nga ekstremi tjetër i zonave rurale shqiptare ku vajza. Ekstremi që thash unë, ku vajza është ligji tani. Dakor. Ligji munduson këtë ekstremin që po ju them. Dakor. Po që është mirë që bëjmë këtë debat ndryshe nga ky ekstrem dhe ndryshe nga ekstremi i zonave rurale shqiptare ku vajza thjesht tregtohet dhe ne dim shumë mirë që kjo ndodh. Megjithatë është mirë që e bëjmë këtë debat, absolutisht. Është temë gjatë edhe kjo, po. Absolutisht. Një në një koment mënyrë ose në një mënyrë tjetër. apo do futemi prapë në një temë Për ta mbyllur. Çdo lloj tregtie që bëhet me trupin, me qira fjala se po ke kodi penal tani, se tema nxjerr tema, ke kodi penal, ke edhe një ligj aty, një nen për dekriminalizimin e prostitucionit dhe legalizimin e prostitucionit. Ky që po shqyrtohet në këto tryezat, po. Dhe çfarë është kjo? Ky është legalizimi i tregtisë së mishit, legalizimi i dhimbjes, i vuajtjes, i lotëve, i pafuqisë, jo vetëm për të bërë shtet, po dhe i pafuqisë për të nxjerr vajza nga kjo histori trafikimi dhe dhimbje, dhe që ti nxjerrim dhe ti mbështesim dhe të kujdesemi për to, i japim i tash të quajtur kornizë ligjore që ti sklavorojmë më tej dhe ti tatojmë. Po. Pra nëse prostituta sot merr për shërbimin që ofron një sasi parash të caktuar, shteti nesër për atë para e do marrë më pak para. 20% Kështu është detyruar të bëj më shumë punë. Pastor, tani që jemi në përfundim, cili do të ishte mesazhi juaj për këto Krishtlindje? Çfarë do t'i thoni çdo kujt që po na ndjek tani? Çfarë mos të harrojmë në këtë Krishtlindje? Tani e para njëherë unë s'do të harroj që kam sjell një dhuratë për ju. Është testamenti i ri i Biblës. Është një edicion i fundit që ne kemi sjell. Ka një parathënie minimaliste këtu nga unë, çfarë është. Sa të shkoj në shtëpi direkt do ta lexoj. Këtu në fillim ke parathënia dhe janë 39 librat këtu brenda këtij libri të dhjatës së re të ku gjeni që në fillim ngjarjen e Krishtlindjes dhe kam privilegjin edhe ndjem vërtet fatkun që kam mundësinë t'ju adhuroj. Dhe ne kemi kënaqësinë e veçantë që po e ndan me ne. Shumë faleminderit pastor, shumë kënaqësi. Thash sa të shkoj në shtëpi tani do ta lexoj që të mos tani ta lexoj tani se kemi mbyllur akoma. Shumë faleminderit pastor. Përpara se ta mbyllim marrëdhëniet. Edhe një mesazh, patjetër na duhet në një mesazh për Krishtlindjet, po. Krishtlindja është ngjarja më e madhe që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Zoti vjen në botën njerëzore si njeri, lind si një foshnjë në grasht për të vijuar udhëtimin e tij, për të çuruar të smurët, për të ngjallur të vdekurit, për të ndarë mesazhe dhe mësime të cilat janë bërë objekte studimi nga filozofët më të mëdhenj të botës, por për te të gjithave për ta ofruar veten e tij si qingji i kurbanit për të shpëtuar njeriu nga mëkati dhe nga vdekja e përjetshme. Gjoni kapitulli 3 vargu 16 është një nga vargjet thelb të gjithë Testamentit të Ri dhe gjithë Biblës thotë: Perëndia kaq shumë e dëshi botën sa që dha të vetëm lindurin birin e tij Jezusin, që kushdo që do të besoj tek ai nuk do të humbas, por do të ketë jetën e përjetshme. Pra, Zoti vjen dhe ofron dhuratën më të madhe që njeriu mund të marrë, që nuk mund ta marrë dot nga nëna dhe baba, pra nga lindja e tij natyrore, por mund ta marrë nga vetë krijuesi i tij, që është ftesë për një lindje shpirtërore nëpërmjet besimit në personin e Jezu Krishtit, një dhuratë që është për të gjithë, por jo të gjithë e marrin, do ta marrin vetëm ata të cilët do zgjasin dorën, do zgjasin zemrën dhe do të ftojnë Krishtin të bëhet shpëtimtari dhe Zoti i tyre. Kjo është Krishtlindja, edhe unë lutem vërtet që në këtë Krishtlindje të gjithë ne përtej dhuratave edhe punëve të mira që shpresoj të bëjmë gjatë ditëve në vijim, të mund të marrim këtë dhuratë madhe që Zoti do të na bëj
në këtë kufi kohor në botën tonë derisa ne vijojmë udhëtimin tonë njerëzor. Faleminderit Pastor, pastor. faleminderit. Kemi edhe ne një dhuratë për ty, nuk e di si e ke marrëdhënien me Kinemanti. Vdes. Asa Po mirë. vetë se kam kohë që s'kam qenë kinema. Po Një mund të bilet- shkosh kur të duash, kur gjesh mundësi Kjo në është bilet Cineplex, dyshe. në Oh, Teg, thanks. Kështu që mund të shkosh me në Lindën. Ose mund t'jap Gjonatanit që Ose ka me mund t'i gruan e jash- vet, Po, me pse jo? bashkëshorten e vet ose Kur të është bilet pa datë, kur të dëshirosh, kur të dëshironi, në cilin film ju shumë faleminderit, preferoni. vlerësoj shumë. Me shumë kënaqësi dhe me që Në jemi tek Cineplex, mos harroni se është vigjilje Krishtlindje, po nesër në 25 dhjetor në ditën e Krishtlindjes vijnë 3 filma në Cineplex: Anaconda, The Housemaid dhe The SpongeBob Movie: Search for SquarePants. Shpejt e shpejt un do t'i them secilin prej tyre. Detajet e filmit. Anaconda vjen nesër me pikërisht regji të Tom Gormican, me aktor si Steve Zahn dhe Jack Black. Doug dhe Griff kanë qenë miq të ngushtë që në familje dhe gjithmonë kanë ndëruar të ribëjnë filmin e tyre të preferuar të gjitha kohrave, klasikun Anaconda, dhe përpiqen që ta ribëjnë posa suksesshëm do jenë dhe aventurat që dalin gjatë rrugës. The Housemaids, një tjetër film që vjen nga nesër 25 dhjetor me regji të Paul Feig, me aktor si Amanda Seyfried dhe Michelle Morone. Vjen pikërisht The Housemaids, bazuar në bestsellerin botëror të Freda McFaddenit, dhe filmi i tretë, i cili është për familjar, për fëmijë, për të vegjëlit tuaj. SpongeBob Movie udhton në thellësitë e oqeanit për të përballur me fantazmën e holandezit fluturues, duke u përballur me sfida dhe duke zbuluar misteret detare. Këta 3 filma nga nesër 25 dhjetor në Cineplex. Shkoni, blini atë biletën, zini ulsen tuaj dhe shijojeni. E fundit fare, pastor, filmi që e rekomandojnë gjithmonë për Krishtlindje, që çdo kujt po të pyeste, atë do t'i thoja. Ne kemi sjell në Shqip një film shumë interesant që është shfaqje edhe në televizionet kombëtare para disa vitesh, që quhet The God Man ose Perëndia njeri, portretizon ngjarjen e Krishtlindjes, e cila rrëfehet nëpërmjet aktorëve shqiptar. Është fantastike. The God Man, mund ta gjeni, mendoj Në YouTube duhet të jetë në YouTube, The God Man në Shqip. Në Shqip. Kasta shqiptarëve aktor, mi kast fantastike. Ne solëm rreth 10 vite më parë. Unë do ta rekomandoja sepse vjen dhe për botën e fëmijëve dhe për familjen. Natyrisht që një nga klasikët e mëdhenj është Ben Hur, nuk e di. Patjetër. Ai, Judas Ben Hur, po. Filmi Dhe- 59-s, ai klasiku i vjetër, jo ka dalë ju. E di 2016-s, po. Ai i vjetri I vjetri i qëndron gjitha kohën. 11 çmime Oscar i paritshëm. Dhe sa herë që kam parë gjithmonë më ka prek si film. Si Është ai momenti kur takon Jezusin në shkretir me atë kolonën e skleverëve, është Pra këto filma Është- natyrisht që ka filma sa duash për të parë. në Patjetër. shtëpi, po. Por na duhen sugjerimet mira, kështu që faleminderit edhe një herë për falenderoj unë. sugjerimet. Ne kështu duam t'ju lëm me filmat mirë, me biseda që mund të gjeni veten ose jo, mund keni diçka për të kundërshtuar. Komentet janë gjithmonë të mirëpritura, ju lutem më shumë gjuhë dashurie, se njerëz jemi edhe ne. Ne ju përshëndesim. Shihemi të mërkurën e ardhshme. shihemi. Kinotekën sot, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'len